Në këtë moment, dërsa ju dëgjoni këto fjalë, një teleskop që kushton $10 miliardë po analizon dritën që ka udhëtuar 120 vjet në përhapësirë. Dhe ajo që ka zbuluar mund të ndryshoj përgjithmonë kuptimin ton për vendin ton në univers. Në atmosferën e një planeti të largët, James Webb ka gjetur një molekul që në tokë prodhohet vetëm nga jeta, jo nga vulkanet, jo nga reaksionet kimike, vetëm nga organizmat e gjalla. Kjo molekul quhet dimetil sulfid dhe ekzistenca e saj në një botë të largët 120 vjet drite është ose zbulimi më i madh në historinë e njerëzimit, ose një mister shkencor që do të na trazojë për dekada. Në të dyja rastet, asgjë nuk do të jetë më e njëjtë. Le të fillojmë me atë që e bën këtë zbulim kaq të jashtëzakonshëm. Për 70 vjet, që nga momenti ku shkencëtarët filluan të imagjinonin jetën përtej tokës, ata kanë kërkuar atë që quhet bionënshkrim, një shenjë kimike, një gjurmë molekulare që nuk mund të shpjegohet me gjeologji apo fizik, por vetëm me biologji. Në tokë, oksigjeni në atmosferën tonë është një bionënshkrim. Pa bimët dhe fitoplanktonin që e prodhojnë vazhdimisht, ai do të zhduket brenda disa milion vjetësh, duke u lidhur me shkëmbinjt dhe metalet. Por oksigjeni nuk është një provë perfekte, sepse mund të prodhohet edhe nga procese jo biologjike në kushte të caktuara. Prandaj, shkencëtarët kanë kërkuar diçka më specifike, diçka që në tokë prodhohet vetëm nga jeta. Dimetil sulfidi është pikërisht kjo molekul. Në oqeanet tona, alga mikroskopike të quajtura fitoplankton e lëshojnë këtë substancë kur përpunojnë skufurin. Është një produkt anësor i metabolizmit të tyre, një lloj mbeturine kimike që ngrihet në atmosferë dhe i jep detit atë erë karakteristike. Shkencëtarët kanë kërkuar për dekada nëpër natyrë. Kanë studiuar vulkanet, burimet hidrotermale, reaksionet kimike në shkëmbinj dhe nuk kanë gjetur asnjë proces jo biologjik që mund të prodhojë dimetil sulfid në sasi të konsiderueshme. Kjo e bën atë një nga bionënshkrimet më të forta që njohim. Dhe tani, në tetor të vitit 2026, James Webb e ka zbuluar këtë molekul në një botë që ndodhet aq larg sa drita e saj ka nisur udhëtimin drejt nesh, kur toka ishte ende në epokën viktoriane. Planeti quhet K217b dhe emri i tij i thjesht fsheh një kompleksitet të jashtëzakonshëm. Ai rrotullohet rreth një yli gjugj i kuq në konstelacionin e Luanit, një yll më i vogël dhe më i ftohtë se dielli ynë. Planeti u zbulua për herë të parë në vitin 2015 nga teleskopi hapësinor Kepler, duke përdorur metodën e tranzitit. Kur planeti kalon përpara ylit të tij nga perspektiva jon, ai bllokon një pjesë të vogël të dritës së ylit. Duke matur sa dritë bllokohej, astronomët llogaritën se K2-18b ka një masë 8 herë 6 më të madhe se toka. Kjo e vendos atë në një kategori të veçantë që shkencëtarët e quajnë mini Neptun ose super tok. Është shumë më i madh se planeti ynë, por shumë më i vogël se gjigantët e gazit, si Jupiteri. Por madhësia ishte vetëm fillimi i historisë. Ajo që e bëri K2-17b vërtet interesant ishte orbita e tij. Ai ndodhet në atë që astronomët e quajnë zonën e banueshme, një rajon rreth ilit ku temperaturat lejojnë ekzistencën e ujit të lëngshëm. Shumë larg dhe uji ngri në akull, shumë afër dhe ai avullon në avull. K2-18b ndodhet pikërisht në atë distancë ku temperaturat në sipërfaqe mund të jenë midis 10 dhe 40 gradë Celsius. Kjo është zona ku jeta, siç e njohim ne, mund të ekzistojë. Por për vite me radhë, kjo ishte vetëm një supozim. Askush nuk e dinte se çfarë kishte vërtet në atmosferën e këtij planeti, derisa erdhi James Webb. Teleskopi hapësinor James Webb nuk është thjesht një version më i madh i Hubble. Është një makinë e projektuar për të parë atë që ishte e padukshme më parë. Pasqyra e tij kryesore ka një diametër prej 6 metra e gjysmë, e përbërë nga 18 segmente të arta që punojnë së bashku si një pasqyrë e vetme gjigante. Por madhësia nuk është avantazhi vetëm. James Webb shikon universin në dritë infra të kuqe, një lloj rrezatimi që kalon nëpër pluhurin kozmik dhe zbulon objektet e ftohta që teleskopët optik nuk mund t'i shohin.
Kjo aftësi e bën atë perfekt për të studiuar atmosferat e planetëve të largët. Kur K217 kalon përpara yllit të tij, një pjesë e vogël e dritës së yllit kalon nëpër atmosferën e planetit përpara se të arrijë tek ne. Molekulat e ndryshme në atmosferë thithin gjatësi vale specifike të kësaj drite. Oksigjeni thith disa gjatësi vale, uji thith të tjera, metani ka nënshkrimin e tij unik. Duke analizuar se cilat gjatësi vale mungojnë në dritën që arrin tek ne, shkencëtarët mund të përcaktojnë saktësisht se çfarë përmban atmosfera. Është si të lecosh një kod me viza që zbulon përbërjen kimike të një bote të largët. Dhe kur James Webb analizoi dritën që kaloi nëpër atmosferën e K217b, ai gjeti diçka të jashtëzakonshme. Avulli i ujit ishte aty, në sasi të mëdha. Kjo vetë ishte një zbulim i rëndësishëm, sepse konfirmonte se ka 2-18 vjet beka një atmosferë të pasur me ujë. Por kishte edhe diçka tjetër. Në spektrin e dritës, shkencëtarët panë nënshkrimin karakteristik të dimetil sulfidit, molekula që në tokë prodhohet vetëm nga jeta. Kur këto rezultate u publikuan në tetor të vitit 2026 nga një ekip ndërkombëtar i udhëhequr nga astrofizikania Niku Madhusudhan nga Universiteti i Cambridge-it, komuniteti shkencor u trondit. Disa e quajtën zbulimin më të rëndësishëm që nga konfirmimi i planetëve të parë jashtë sistemit ton diellor. Të tjerë ishin më të kujdesshëm, duke paralajmëruar se nevojiten më shumë vëzhgjime për të konfirmuar gjetjen. Por le të kthehemi një hap mbrapa dhe të pyesim, çfarë do të thotë në të vërtetë të gjesh dimetil sulfid në një planet të largët? Për ta kuptuar këtë, duhet të kuptojmë se si funksionon jeta në tokë. Fitoplanektonit, alga mikroskopike që lundrojnë në sipërfaqen e oqeaneve, janë përgjegjës për prodhimin e më shumë se gjysmës së oksigjenit që ne thithim. Ato janë baza e zinxhirit ushqimor detar, burimi i jetës për miliarda krijesa. Dhe kur ato përpunojnë skufurin nga uji i detit, ato lëshojnë dimetil sulfid. Kjo molekul ngrihet në atmosferë ku luan një rol në formimin e rreve. Është një cikel i përsosur. Jeta në oqean ndikon në klimën e planetit dhe klima ndikon në jetën. Një sistem i ndërlidhur që ka funksionuar për miliarda vjet. Tani imagjinoni se ky proces po ndodh në një botë tjetër. Një oqean në një atmosferë të trash hidrogjeni, ku temperatura është e ngrohtë por jo shumë e nxehtë, ku drita e një ili gjuzhi kuq depërton nëpër ujë. Nëse ka jetë atje, ajo mund të jetë ngjashme me fitoplanktonin ton, ose mund të jetë diçka krejtësisht e ndryshme, një formë jete që ne as nuk mund ta imagjinojmë. Por nëse ajo po prodhon dimetil sulfid, atëherë ajo po bën të njëjtën kim themelore që bëjnë organizmat në tokë. Dhe kjo do të ishte një zbulim i jashtëzakonshëm, se jeta, kudo që ajo ekziston, mund të ndjek rregullat e njëjta kimike. Por këtu vjen pjesa e vështirë. Shkenca nuk funksionon me besim, por me prova. Dhe një vëzhgim i vetëm, sado i jashtëzakonshëm, nuk është mjaft për të nxjerrë përfundime. Ka shumë pyetje që duhet të përgjigjen. A është sinjali i dimetil sulfidit vërtet aty, apo është një artefakt i të dhënave? A mund të ketë një proces kimik që ne nuk e njohim ende që mund të prodhojë këtë molekul pa jetë? A është atmosfera e K217b vërtet e përshtatshme për jetën, apo ka kushte që do ta bënin atë armiqësore për organizmat? Këto janë pyetjet që shkencëtarët po përpiqen të përgjigjen tani. Një nga sfidat më të mëdha është se ne nuk e dim saktësisht se si duket K217b. A ka ai një sipërfaqe të ngurtë si toka e mbuluar me oqeane? Apo është ai një mini Neptun me një atmosferë të trashtë që shtrihet për mijëra kilometra pa sipërfaqe të qartë fare? Masa e tij, 8 herë 6 më e madhe se toka, sugjeron se ai mund të ketë një bërtham shkëmbore të mbuluar me një shtresë të trash uji dhe mbi të një atmosferë masive hidrogjeni. Disa shkencëtarë quajnë këtë lloj planeti një botë hycean, një term i krijuar nga kombinimi i fjalëve hidrogjen dhe oqean. Këto botë do të ishin krejtësisht të ndryshme nga toka, por mund të jenë ende të banueshme. Imagjinoni një oqean që shtrihet për qindra kilometra në thellësi, në një atmosferë kaq të trash sa presioni në sipërfaqe është 10 herë më i madh se në tokë. Uji në thellësi
do të ishte në presion të jashtëzakonshëm, ndoshta duke formuar faza egzotike të akullit që ekzistojnë vetëm në kushte ekstreme. Por afër sipërfaqes, ku presioni është më i ulët dhe temperatura është e përshtatshme, mund të ketë një zonë ku jeta mund të lullëzojë. Kjo zonë do të ishte e ndryshme nga çdo gjë që kemi në tokë, por ligjet e fizikës dhe kimisë do të ishin të njëjta. Dhe nëse ka jetë atje, ajo do të duhej të përshtatet me kushte që ne mund t'i konsiderojmë ekstreme. Por ka edhe një mundësi tjetër, një që disa shkencëtarë e konsiderojnë më të mundshme. Ndoshta dimetil sulfidi që James Webb ka zbuluar nuk vjen nga jeta, por nga një proces kimik që ne ende nuk e kuptojmë. Universi është plot me surpriza. Ka reaksione kimike që ndodhin në kushte ekstreme që ne nuk mund t'i riprodhojmë në laborator. Ka procese në atmosferat e planetëve gjigant që sfidojnë modelet tona. Ndoshta në një atmosferë të pasur me hidrogen, në rrezatimin e një ylli gjuq i kuq, ka një mënyrë për të prodhuar dimetil sulfid pa jetë. Nëse kjo është e vërtet, atëherë zbulimi do të ishte ende i rëndësishëm, por për një arsye tjetër. Do të na mësonte diçka të re për kimikën e universit. Kjo është arsyeja pse shkencëtarët janë të kujdesshëm. Ata nuk po thonë se kanë gjetur jetë. Ata po thonë se kanë gjetur një molekul që në tokë prodhohet nga jeta, dhe se kjo meriton hetim të mëtejshëm. Dalimi mund të duket i vogël, por është thelbësor. Shkenca përparon me hapa të vegjël, me vëzhgjime të përsëritura, me analiza të kujdesshme. Një zbulim i vetëm nuk është kurrë mjaft. Duhen konfirmime, duhen studime të pavarura, duhen shpjegjime alternative që të testohen dhe të përjashtohen. Dhe pikërisht kjo po ndodh tani. Ekipet të tjera astronomësh po kërkojnë kohë vëzhgjimi në James Webb për të studiuar K217b përsëri. Ata duan të konfirmojnë se sinjali i dimetil sulfidit është real dhe jo një gabim në të vënat. Ata duan të kërkojnë molekula të tjera që mund të jenë shenja të jetës, si fosfina ose amoniak. Ata duan të kuptojnë më mirë strukturën e atmosferës, temperaturën në nivele të ndryshme, shpejtësinë e erave, ciklin e ujit. Çdo detaj i ri do të na ndihmojë të kuptojmë nëse K217b është vërtet një botë e banuar, apo thjesht një planet interesant me kimik të pazakont. Por edhe nëse dimetil sulfidi rezulton të jetë një alarm i rrem, zbulimi ka ndryshuar tashmë mënyrën se si ne mendojmë për jetën në univers. Për dekada, kërkimi për jetë jashtëtoksore u fokusua në planetet të ngjashëm me Tokën, botë shkëmbore me atmosfera të holla, me oqeane të ngjashëm me tonat. Por K217b na tregon se jeta mund të ekzistojë në vende që ne nuk i kishim konsideruar. Botë hycean, me atmosfera masive hidrogjeni dhe oqeane të thella, mund të jenë shumë më të zakonshme në galaktik se planetet si Toka. Dhe nëse ato mund të mbajnë jetë, atëhere shanset që ne të mos jemi vetëm në univers rriten në mënyrë dramatike. Mendoni për këtë. Në galaktikën tonë ka rreth 200 miliard yje. Rreth secili yll ka mesatarisht një ose më shumë planete. Kjo do të thotë se ka qindra miliarda planete vetëm në rrugën e qumështit. Deri tani ne kemi zbuluar më shumë se 5500 eksoplanete dhe numri rritet çdo ditë. Shumica e tyre janë shumë të nxehtë ose shumë të ftohtë për jetën siç e njohim ne, por një përqindje e vogël ndodhet në zonën e banueshme. Dhe nëse vetëm një përqindje e vogël e atyre planetëve ka kushte të përshtatshme për jetën, ne po flasim për miliona botë të banueshme vetëm në galaktikën tonë. K217b është vetëm një nga këto botë. Ai ndodhet 120 vjet dritë larg, që në shkallë kozmike është relativisht afër. Nëse do të mund të udhtonim me shpejtësinë e dritës, do të na duheshin 120 vjet për të arritur atje. Me teknologjinë tonë aktuale, udhëtimi do të zgjaste vjetra mijëra vjet. Por ne nuk kemi nevojë të shkojmë atje për të studiuar atë. Drita që vjen nga K217b na tregon gjithçka që duhet të dimë. Çdo foton që arrin tek ne mbart informacion për atmosferën e planetit, për temperaturën e tij, për molekulat që lundrojnë në ajrin e tij. Dhe me teleskop si James Webb, ne mund të lehtësojmë këtë informacion me një saktësi që do të ishte e pabesueshme vetëm disa dekada më parë.
Por le të jemi të sinqert për sfidat që na presin. Edhe nëse konfirmojmë se dimetil sulfidi është vërtet në atmosferën e K217b, kjo nuk do të jetë një provë përfundimtare e jetës. Do të jetë një tregues i fortë, një shenjë që meriton hetim të mëtejshëm, por jo një provë absolute. Për të pasur një provë të tillë, do të na duhej të gjenin shumë bionënshkrime së bashku, një kombinim molekulash që nuk mund të shpjegohen me asnjë proces jo biologjik. Ose, në rastin ideal, do të na duhej të detektonim sinjale që tregojnë inteligjencë, struktura artificiale, transmetimet radio, ndryshime në atmosferë që mund të shkaktohen vetëm nga teknologjia. Kjo është arsyeja pse misioni i ardhshëm është kaq i rëndësishëm. Në vitin 2028, NASA planifikon të lancojë një teleskop të ri që do të jetë edhe më i fuqishëm se James Webb për studimin e atmosferave planetare. Ky teleskop do të jetë në gjendje të zbulojë molekula në përqendrime edhe më të ulta, të studiojë ndryshimet në atmosferë me kalimin e kohës, të kërkojë shenja të stinëve dhe të motit. Nëse ka jetë në K217b, ky teleskop do të ketë shansin më të mirë për ta konfirmuar atë. Por ndërsa ne presim për teknologji të reja dhe vëzhgjime të reja, le të reflektojmë për atë që kemi mësuar tashmë. Për shekuj, njerëzimi ka menduar se jemi të veçantë, se toka është e vetmja botë me jetë në një univers të pafund. Çdo zbulim i ri shkencor ka sfiduar këtë besim. Koperniku na tregoi se toka nuk është qendra e universit. Galileo na tregoi se ka botë të tjera që rrotullohen rreth yjeve të tyre. Darwin na tregoi se jeta në tokë ka evoluar nga forma të thjeshta në komplekse. Dhe tani, me teleskop si James Webb, ne po zbulojmë se universi është plot me botë që mund të jenë të banueshme. Çdo hap në këtë udhtim na ka bërë më të përullur, por edhe më kurioz. Ne nuk jemi më qendra e universit, por jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Dhe nëse jeta ekziston në K217b, ose në ndonjë nga miliarda botë të tjera atje jashtë, kjo do të thotë se ne nuk jemi vetëm. Do të thotë se jeta nuk është një aksident kozmik që ndodhi vetëm një herë, por një fenomen i zakonshëm që lind kudo ku kushtet janë të përshtatshme. Do të thotë se universi është i gjallë, plot me mundësi që ne sapo po fillojmë t'i kuptojmë. Por edhe nëse nuk gjejmë jetë në K217b, kërkimi do të vazhdojë. Ka mijëra eksoplanetet të tjera për të studiuar, mijëra atmosfera për të analizuar, mijëra mundësi për të gjetur atë që po kërkojmë. Dhe çdo vëzhgim i ri, çdo zbulim i ri na afron një hap më pranë përgjigjes së pyetjes më të vjetër të njerëzimit. A jemi vetëm në univers? Kjo pyetje ka nxitur imagjinatën tonë për mijëra vjet. Filozofët e lashtë greke debatuan për mundësinë e botëve të tjera. Romakët imagjinuan qiell të banuar nga perëndi. Në mesjet, teologët diskutuan nëse Zoti kishte krijuar jetë në vende të tjera. Dhe në epokën moderne, shkencëtarët kanë kërkuar me teleskop dhe sonda, me ekuacione dhe eksperimente për të gjetur një përgjigje. Tani, për herë të parë në histori, ne kemi mjetet për të kërkuar seriozisht. Dhe ajo që po gjejmë është më e mahniqme se çdo gjë që mund të kishim imagjinuar. Për të kuptuar vërtet se sa revolucionar është zbulimi në K217b, duhet të udhtojmë nëpër historinë e kërkimit ton për botë të tjera, sepse ajo që po ndodh tani nuk është thjesht një zbulim i izoluar, është kulminacioni i një udhtimi që filloi me pyetje të thjeshta dhe na çoi në një nga momentet më transformuese të shkencës moderne. Dhe për ta vlerësuar plotësisht këtë moment, duhet të kuptojmë se sa shumë ka ndryshuar bota jonë në vetëm 3 dekada. Në vitin 1992, ne nuk dinim asnjë planet përtej sistemit ton diellor. Asnjë. Për shekuj, astronomët kishin spekuluar se yjet e tjerë mund të kishin planete, por askush nuk kishte provuar kurrë ekzistencën e tyre. Pastaj, në tetor të atij viti, 2 astronom zviceran, Michel Mayor dhe Didier Queloz, zbuluan diçka të jashtëzakonshme. Duke studiuar një yll të quajtur 51 Pegasi, ata vuan re se ylli lëkunte lehtë përpara dhe prapa. Kjo lëkundje ishte e vogël, vetëm disa metra për sekond, por ishte e mjaftueshme për të treguar se diçka masive po tërhiqte yllin.
Ata kishin zbuluar një planet, një gjigant gazi, që rrotullohej aq afër ylit të tij, sa një vit atje zgjaste vetëm 4 ditë. E quajtën atë 51 Pegasi B, dhe me këtë zbulim, era e eksoplaneteve lindi. Por ajo ishte vetëm fillimi. Në vitet që pasuan, zbulimet të reja filluan të vinin me një ritëm gjithnjë në rritje. Teleskopi hapësinor Kepler, i lancuar në vitin 2009, revolucionarizoi kërkimin. Ai nuk kërkonte lëkundje në yje, por ndryshime të vogla në shkëlqimin e tyre. Kur një planet kalon përpara ylit të tij nga perspektiva jon, ai bllokon një pjesë të vogël të dritës. Kepler monitoroi 150.000 njëkohësisht duke kërkuar këto ulje të vogla në shkëlqim. Dhe ai i gjeti ato, mira prej tyre. Deri në fund të misionit të tij, Kepler kishte konfirmuar ekzistencën e më shumë se 2800 eksoplaneteve dhe kishte identifikuar mira kandidat të tjerë që prisnin konfirmim. Këto zbulime ndryshuan mënyrën se si ne mendonim për galaktikën tonë. Më parë, ne mendonim se planetet mund të ishin të rrallë, se sistemi ynë diellor mund të ishte i pazakont. Tani, ne e dim se e kundërta është e vërtet. Planetet janë kudo. Pothuajse çdo yll ka të paktën një planet. Disa kanë 5, 8, madje 12. Ka gjigant gazi që janë më të mëdhenj se Jupiteri. Ka supertoka që janë disa herë më masive se planeti ynë. Ka botë shkëmbore që rrotullohen aq afër yjeve të tyre, sa sipërfaqet e tyre janë okeane, lave të shkrira. Ka planete që lundrojnë në përhapësirë pa asnjë yll, të përzëna nga sistemet e tyre nga ndërveprime gravitacionale. Diversiteti është i mahniqëm, por nga të gjitha këto mjera botë, vetëm një numër i vogël ndodhet në zonën e banueshme, dhe nga ato edhe më pak kanë kushte që mund të mbështesin jetën siç e njohim ne. K2-17b është një nga këto botë të rralla. Por çfarë bën atë kaq të veçantë? Për ta kuptuar këtë, duhet të zhytemi në detajet e atmosferës së tij, në kimikën që James Webb ka zbuluar dhe në pyetjet që kjo kimik ngre. Kur drita nga yli K2-17b kalon nëpër atmosferën e planetit, ajo kalon nëpër shtresa të ndryshme gazi. Çdo shtresë ka një përbërje të ndryshme, një temperaturë të ndryshme, një presion të ndryshëm. Në shtresat e sipërme, ku presioni është i ulët, hidrogjeni dominon. Ky është një gaz i lehtë që rrethon shumë planete të mëdhenj, por ndërsa zbritemi më poshtë, përbërja ndryshon. Avulli i ujit bëhet më i zakonshëm, metani shfaqet, dhe në thellësi të caktuara, James Webb ka zbuluar në shkrimin e dimetil sulfidit. Kjo zbulim nuk ishte e lehtë. Sinxhali ishte i dobët, i fshehur në zhurmën e të dhënave. Shkencëtarët duhej të analizonin spektrin e dritës me kujdes të jashtëzakonshëm, duke krahasuar atë që shihnin me modele teorike të atmosferave planetare. Ata duhej të përjashtonin burime të tjera të mundshme të sinjalit, artefakte instrumentale, ndërhyrje nga atmosfera e tokës, gabime në kalibrimin e teleskopi. Procesi mori muaj, por në fund, sinjali ishte aty, i qartë dhe i përsëritshëm. Dimetil sulfidi, molekula që në tokë prodhohet vetëm nga jeta, ishte në atmosferën e një planeti 120 vjet drite larg. Por sa e fortë është kjo provë? Për ta vlerësuar këtë, duhet të krahasojmë K2-18b me planetet të tjerë që kemi studiuar. Një nga rastet më interesante është Venusi. Në vitin 2020, një ekip shkencëtarësh raportoi zbulimin e fosfinës në atmosferën e Venusit. Fosfina, si dimetil sulfidi, është një molekul që në tokë prodhohet kryesisht nga procese biologjike. Zbulimi shkaktoi një debat të zjarrt. Disa shkencëtarë argumentuan se kjo ishte një shenjë e jetës në rreth e Venusit, ku temperatura dhe presioni janë më të përshtatshëm se në sipërfaqen e nxehtë të planetit. Të tjerë ishin skeptik, duke thënë se sinjali mund të ishte një gabim, ose se fosfina mund të prodhohet nga procese kimike që ne nuk i kuptonim ende. Debati vazhdon ende. Vëzhgimet e reja kanë dhënë rezultate kontradiktore. Disa studime konfirmojnë praninë e fosfinës, të tjera nuk e gjejnë atë. Kjo na mëson një mësim të rëndësishëm. Zbulimi i një molekule të vetme, edhe nëse ajo është një bionënshkrim i fortë, nuk është mjaft për të nxjerrë përfundime.
Nevojiten vëzgjime të shumta nga instrumente të ndryshme në kohë të ndryshme. Nevojitet konsensus në komunitetin shkencor dhe nevojitet një kuptim i thellë i proceseve alternative që mund të shpjegojnë vëzgjimin. Kjo është arsyeja pse shkencëtarët që studiojnë K217b janë të kujdesshëm në deklaratat e tyre. Ata nuk po thonë se kanë gjetur jetë. Ata po thonë se kanë gjetur një molekul që meriton hetim të mëtejshëm. Dhe ata po planifikojnë pikërisht këtë hetim. Në muajt e ardhshëm, James Webb do të vëzhgojë K217b përsëri, duke kërkuar të konfirmojë praninë e dimetil sulfidit dhe të kërkojë molekula të tjera që mund të jenë shenja të jetës. Ata do të studiojnë se si përbërja e atmosferës ndryshon me lartësinë, se si temperatura ndryshon midis ditës dhe natës, se si errat lëvizin gazrat nga një pjesë e planetit në tjetrën. Por le të imagjinojmë për një moment se dimetil sulfidi është vërtet një shenjë e jetës. Çfarë do të thotë kjo për natyrën e jetës në K2-18b? Për ta kuptuar këtë, duhet të mendojmë për kushtet në këtë botë të largët. Planeti ka një masë 8 herë 6 më të madhe se Toka, që do të thotë se graviteti në sipërfaqe është rreth 2 fishi i atij që përjetojmë ne. Nëse do të mund të qëndronit në sipërfaqen e K217b, do të peshonit 2 herë më shumë se në Tokë. Çdo lëvizje do të kërkonte më shumë energji. Çdo strukturë do të duhej të ishte më e fortë për të rezistuar tërheqjen gravitacionale. Atmosfera është gjithashtu shumë e ndryshme nga e jona. Në Tokë, atmosfera jonë është kryesisht azot dhe oksigjen, me gjurmë të gazrave të tjerë. Në K2-18b, atmosfera është e dominuar nga hidrogjeni, një gaz shumë më i lehtë. Kjo do të thotë se atmosfera është shumë më e trashë, me një presion në sipërfaqe që mund të jetë 10 herë më i madh se në Tokë. Në këtë atmosferë të trashë, oqeanet do të ishin të ndryshme nga tonat. Uji do të ishte nën presion të lartë, duke ndryshuar vetit e tij fizike. Dhe në thellësi të mëdha, presioni do të ishte aq i madh sa uji do të ngrinte në forma egzotike të akullit që ekzistojnë vetëm në kushte ekstreme. Por afër sipërfaqes, ku presioni është më i ulët dhe temperatura është midis 10 dhe 40 gradë Celsius, kushtet mund të jenë të përshtatshme për jetën. Kjo është zona ku shkencëtarët mendojnë se jeta mund të ekzistojë. Imagjinoni një oqean të gjerë, të shtirë në një qiell të mbuduar me erre të trasha. Drita nga ylli i gjuhë i kuq depërton nëpërreth, duke i dhënë ujit një ngjyrë të kuqërremtë. Valët lëvizen ngadalë nën gravitin e fortë. Dhe në këtë ujë, organizmat mikroskopik lundrojnë, duke përthithur dritën e dobët të illit, duke përpunuar skufurin nga uji, duke lëshuar dimetil sulfid në atmosferë. Kjo është një skenë që ne mund ta imagjinojmë, por që nuk mund ta dimë me siguri. Sepse edhe nëse jeta ekziston në K217b, ajo mund të jetë shumë e ndryshme nga jeta në Tokë. Ajo mund të përdorë kimik të ndryshme, të ketë struktura të ndryshme, të funksionojë sipas parimeve të ndryshme. Gjeta në Tokë është bazuar në karbonin, përdor ujin si tretës dhe merr energji nga drita e diellit ose nga reaksionet kimike. Por a janë këto karakteristikat universale? Apo mund të ketë forma jete që përdorin elemente të tjerë, tretës të tjerë, burime të tjera energjie? Këto janë pyetje që shkencëtarët kanë debatuar për dekada. Disa argumentojnë se jeta duhet të jetë ngjashme kudo, sepse ligjet e fizikës dhe kimisë janë të njëjta në të gjithë universit. Karboni është elementi më i përshtatshëm për të formuar molekula komplekse. Uji është tretësi më i mirë për reaksionet kimike, drita është burimi më i bollshëm i energjisë. Prandaj jeta, kudo që ajo ekziston, duhet të jetë bazuar në karbon, të përdor ujë dhe të marrë energji nga drita. Kjo është ajo që ne quajmë jeta, siç e njohim ne. Por të tjerë janë më të hapur ndaj mundësive. Ata thonë se universi është plot me surpriza, se ka kushte që ne nuk mund t'i imagjinojmë, se jeta mund të gjejë mënyra për të ekzistuar që ne nuk kemi menduar ende. Ndoshta në botë me temperatura shumë të ulta, jeta mund të përdorë amoniak në vend të ujit. Ndoshta në botë me presione të larta, jeta mund të përdorë silikon në vend të karbonit. Ndoshta në botë pa dritë, jeta mund të marrë energji nga reaksionet kimike në thellësitë e oqeaneve. Këto janë spekulime, por ato janë të bazuara në shkencë të mirë.
dhe ato na kujtojnë se ne duhet të jemi të hapur ndaj mundësive që ne nuk i kemi konsideruar ende. Ka 2-18b na jep një mundësi për të testuar këto ide. Nëse jeta ekziston atje dhe nëse ajo është e ngjashme me jetën në tokë, atëherë kjo do të sugjerojë se jeta ndjek rregulla universale. Por nëse jeta atje është e ndryshme, nëse ajo përdor kimik të ndryshme ose struktura të ndryshme, atëherë kjo do të zgjerojë kuptimin ton për atë që është e mundur. Në të dyja rastet, do të mësojmë diçka të rëndësishme, por le të kthehemi në pyetjen themelore. A është dimetil sulfidi në K2-18b vërtet një shenjë jetës? Për ta përgjigjur këtë, shkencëtarët po kërkojnë shpjegime alternative. A mund të ketë një proces kimik që mund të prodhojë dimetil sulfid pa jetë? Në tokë, ne nuk njohim një proces të tillë. Por K2-18b nuk është toka. Ai ka një atmosferë të ndryshme, një temperaturë të ndryshme, një presion të ndryshëm. Ndoshta në këto kushte, ka reaksione kimike që ne nuk i kemi parë kurrë. Një mundësi është se dimetil sulfidi mund të prodhohet nga reaksionet midis skufurit dhe metanit në atmosferën e sipërme në ndikimin e rrezatimit nga ylli. Një tjetër mundësi është se ai mund të vjen nga aktiviteti vulkanik, nëse planeti ka një sipërfaqe të ngurtë me vulkane aktiv. Një e treta është se ai mund të prodhohet nga reaksionet kimike në oqean, në precion të lartë dhe në prani të mineraleve të caktuara. Këto janë hipoteza që duhet të testohen. Dhe për t'i testuar ato, shkencëtarët po ndërtojnë modele kompjuterike të atmosferës së K2-17b, po simulojnë reaksione kimike në kushte ekstreme, po krahasojnë parashikimet e tyre me vëzhgjimet. Ky proces do të marrë kohë. Shkenca nuk jep përgjigje të shpejta. Ajo kërkon durim, kërkon kujdes, kërkon skepticizëm të shëndetshëm. Por pikërisht ky proces është ajo që e bën shkencën të besueshme. Çdo pretendim duhet të testohet, çdo hipotezë duhet të sfidohet, çdo zbulim duhet të konfirmohet. Dhe vetëm kur të gjitha shpjegimet alternative janë përjashtuar, vetëm kur provat janë dërmuese, vetëm atëherë mund të themi me besim se kemi gjetur diçka të jashtëzakonshme. Por ndërsa ne presim për këto përgjigje, le të mendojmë për implikacionet më të gjera të zbulimit. Nëse jeta ekziston në K2-17b, kjo do të thotë se jeta ka lindur të paktën 2 herë në univers. Një herë në tokë dhe një herë në një botë të largët. Dhe nëse ajo ka lindur 2 herë, atëherë ajo ka lindur ndoshta miliona herë, miliarda herë. Sepse nuk ka asgjë të veçantë për K2-17b. Ai është vetëm një nga miliarda planete në galaktikën tonë. Nëse kushtet atje janë të përshtatshme për jetën, atëherë kushtet në mijëra, ndoshta miliona planete të tjerë janë gjithashtu të përshtatshme. Kjo do të ndryshonte thellësisht kuptimin ton për vendin ton në univers. Ne nuk do të ishim më qenje të vetmuara në një univers të pafund. Ne do të ishim pjesë e një komuniteti kozmik, një nga shumë forma jete që kanë evoluar në kushte të ndryshme, në botë të ndryshme, rreth yjeve të ndryshëm. Kjo do të ishte një zbulim i jashtëzakonshëm, por edhe një zbulim që do të ngrinte pyetje të reja. A janë këto forma jete të ngjashme me ne? A kanë ato zhvilluar inteligjencë? A kanë ato ndërtuar qytetërime? Apo kërkojnë ato për ne, ashtu siç ne po kërkojmë për to? Këto janë pyetje që ne nuk mund t'i përgjigjemi ende. Por fakti që ne po i bëjmë këto pyetje, fakti që ne kemi mjetet për të kërkuar përgjigje, është vetë një arritje e jashtëzakonshme. Për mijëra vjet, njerëzimi ka shikuar qielin dhe është pyetur nëse jemi vetëm. Tani, për herë të parë, ne kemi aftësinë për të gjetur një përgjigje. Dhe ajo që po zbulojmë është më e mahniqme se çdo gjë që mund të kishim imagjinuar. Por le të jemi gjithashtu realist për sfidat që na presin. Edhe me teleskop si James Webb, ne jemi të kufizuar në atë që mund të shohim. Ne mund të studiojmë atmosferat e planetëve të largët, por nuk mund të shohim sipërfaqet e tyre. Ne mund të zbulojmë molekula, por nuk mund të shohim organizmat që i prodhojnë ato. Ne mund të mbledhim prova indirekte, por nuk mund të kemi prova direkte. Kjo është natyra e shkencës në distanca kozmike. Ne duhet të jemi të kënaqur me atë që mund të mësojmë nga drita që arrin tek ne. Por edhe këto kufizime nuk na ndalojnë. Çdo dekadë, teknologjia jon përmirësohet. Teleskopët bëhen më të mëdhenj,
më të ndjeshëm, më të sofistikuar. Metodat tona analitike bëhen më të sakta. Modelet tona teorike bëhen më të detajuara. Dhe me çdo përmirësim, ne mund të shohim më thellë, të zbulojmë më shumë, të kuptojmë më mirë. Udhëtimi është i gjatë, por çdo hap na afron më pranë qëllimit ton. Dhe K217b është vetëm fillimi. Ka mijëra eksoplanetet të tjera që presin të studiohen. Disa janë më të vogla se toka, disa janë më të mëdha. Disa janë më afër ujeve të tyre, disa janë më larg. Disa kanë atmosfera të trasha, disa kanë atmosfera të holla. Çdo planet është një botë e re, me karakteristika të veta, me histori të veta, me mundësi të veta. Dhe çdo planet na jep një mundësi për të mësuar diçka të re për natyrën e jetës dhe të universit. Në vitet e ardhshme, ne do të studiojmë planete që janë edhe më premtues se K217b. Planete që janë më afër nesh, që janë më të ngjashëm me tokën, që kanë kushte që janë edhe më të përshtatshme për jetën. Teleskopët e rinj që janë në ndërtim do të jenë në gjendje të zbulojnë molekula që James Webb nuk mund t'i shohë. Ata do të jenë në gjendje të studiojnë planete më të vegjël, më të largët, më interesant. Dhe me çdo zbulim të ri, ne do të afrohemi më pranë përgjigjes së pyetjes që kanë nxitur imagjinatën tonë për mijëra vjet. Por ndërsa ne vazhdojmë këtë kërkim, le të mos harrojmë se çdo zbulim ka pasoja. Nëse ne gjejmë jetë në një botë tjetër, kjo do të ndryshojë mënyrën se si ne mendojmë për veten tonë. Do të ndryshojë filozofinë tonë, fenë tonë, kulturën tonë. Do të na bëjë të rishikojmë pyetjet themelore për kuptimin e ekzistencës, për qëllimin e jetës, për vendin tonë në universit. Këto janë pyetje të mëdha, dhe ato meritojnë reflektim të kujdesshëm. Por për momentin, le të fokusohemi në shkencën. Le të vazhdojmë të studiojmë K217b, të mbledhim të dhëna, të analizojmë rezultate, të testojmë hipoteza. Le të jemi të kujdesshëm në pretendimet tona, por të guximshëm në kërkimin ton. Le të jemi skeptik ndaj provave të dobëta, por të hapur ndaj mundësive të reja. Sepse kjo është mënyra se si shkenca përparon, jo me salto të mëdha, por me hapa të vegjël, të sigurt, të bazuar në prova. Dhe ndërsa ne bëjmë këto hapa, le të kujtojmë se ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe. Ne jemi pjesë e një lloji që ka evoluar në një planet të vogël rreth një ili mesatar në një galaktik të zakonshme. Por ne jemi gjithashtu pjesë e një lloji që ka zhvilluar aftësinë për të kuptuar universit, për të ndërtuar teleskop që mund të shohin miliarda vjet dritë larg, për të bërë pyetje që shkojnë në zemër të ekzistencës. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme dhe ajo meriton të festohet. K217b është 120 vjet dritë larg. Drita që po shohim tani u nis nga ai planet në vitin 1906, kur toka ishte një vend shumë i ndryshëm. Nuk ishte avion, nuk ishte kompjuter, nuk ishte teleskop hapësinor. Njerëzit sapo po fillonin të kuptonin natyrën e atomeve, natyrën e dritës, natyrën e universit. Dhe tani, 120 vjet më vonë, ne po përdorim atë dritë për të studiuar një botë që ata njerëz nuk mund ta kishin imagjinuar kurrë. Kjo është fuqia e shkencës. Kjo është fuqia e kuriozitetit njerëzor. Por le të ndalemi këtu për një moment dhe të përballemi me elefantin në dhomë. Sepse ndërsa ne flasim për dimetil sulfid dhe bionënshkrime, ndërsa ne analizojmë spektra dhe ndërtojmë modele, ka një pyetje që shumë njerëz po e bëjnë. A nuk jemi duke parë thjesht atë që duam të shohim? A nuk është kjo thjesht një rast tjetër i shkencëtarëve që nxitojnë të nxjerrin përfundime nga të dhënat të paqarta? Kjo është një pyetje e drejtë. Dhe përgjigja kërkon që ne të shikojmë jo vetëm në atë që kemi zbuluar, por në mënyrën se si e kemi zbuluar atë. Le të fillojmë me skepticizmin e shëndetshëm. Në vitin 2023, një ekip shkencëtarësh pretendoi se kishte zbuluar fosfin në atmosferën e Venusit. Lajmi u përhap si zjarr. Media botërore raportoi për jetë të mundshme në planetin ton fqinj. Por pastaj erdhi rishikimi. Ekipet të tjera analizuan të njëjtat të dhëna dhe arritën në përfundime të ndryshme. Disa thanë se sinjali ishte shumë i dobët për t'u konfirmuar. Të tjerë argumentuan se ai mund të ishte një artefakt i mënyrës se si të dhënat u përpunuan.
Debati vazhdon ende, 4 vjet më vonë, pa një përfundim të qartë. Kjo na mëson se në shkencë një zbulim i vetëm nuk është kurrë mjaft. Nevojitet konfirmim, nevojitet përsëritje, nevojitet konsensus. Pra, çfarë bën zbulimin në K2 shtatëmbëjet bë të ndryshëm? Së pari, metodologjia. Ekipi që zbuloi dimetil sulfidin nuk përdori vetëm një teknikë analitike, por 5 të ndryshme. Ata analizuan të dhënat me algoritme të pavarur. Ata krahasuan rezultatet me modele atmosferike të ndërtuara nga grupe të ndryshme kërkimore. Ata testuan nëse sinjali mund të ishte një gabim instrumental, duke krahasuar vëzhgjimet e K2 shtatëmbëjet B me vëzhgjimet e yjeve të tjerë të ngjashëm pa planete. Në çdo rast, sinjali mbeti. Kjo nuk e bën atë një provë absolute, por e bën atë shumë më të besueshme se një vëzhgjim i vetëm i paverifikuar. Së dyti, konteksti. Dimetil sulfidi nuk është i vetmi në atmosferën e K2-17b. James Webb ka zbuluar gjithashtu avull uji në sasi të mëdha, metan dhe gjurmë të dioksidit të karbonit. Kjo kombinim molekulash tregon një atmosferë komplekse, me kimik aktive, me cikle që lëvizin materiale nga sipërfaqja në shtresat e sipërme dhe mbrapsht. Në tokë, kjo lloj kompleksiteti është një shenjë e proceseve biologjike. Jeta nuk ekziston në izolim. Ajo ndërvepron me mjedisin e saj duke ndryshuar përbërjen e atmosferës, duke krijuar cikle që nuk do të ekzistonin pa të. Nëse K2-17b ka jetë, ne do të pritsim të shohim pikrisht këtë lloj kompleksiteti, dhe kjo është ajo që po shohim. Por le të shkojmë më thellë, le të pyesim, çfarë do të duhej për të provuar përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se ka jetë në K2-17b? Shkencëtarët kanë zhvilluar një koncept të quajtur UQUOTE2, bio-nënshkrimi kombinuar UQUOTE3. Ideja është e thjeshtë. Një molekulë e vetme mund të ketë shpjegime alternative, por një kombinim molekulash që nuk mund të bashkëekzistojnë pa procese biologjike është një provë shumë më e fortë. Në tokë, për shembull, oksigjeni dhe metani bashkëekzistojnë në atmosferën tonë. Kjo është e pazakontë, sepse oksigjeni duhet të reagojë me metanin dhe ta shkatërrojë atë. Fakti që të dy janë aty, do të thotë se diçka po i prodhon vazhdimisht. Ajo diçka është jeta. Bimët prodhojnë oksigjen, bakteret prodhojnë metan. Në K2-18b, ne kemi dimetil sulfid, metan dhe avull uji. A është kjo një kombinim që nuk mund të shpjegohet pa jetë? Jo ende. Metani dhe uji mund të bashkëekzistojnë në shumë kushte, por dimetil sulfidi ndryshon ekuacionin. Nëse vëzhgjimet e ardhshme konfirmojnë praninë e tij dhe nëse shkencëtarët nuk mund të gjejnë një proces jo biologjik që mund ta prodhojë atë në ato kushte, atëherë ne do të kemi një rast shumë të fortë për jetë. Jo një provë absolute, por një rast që do të ishte shumë i vështirë për të kundërshtuar. Dhe këtu vjen pjesa e vërtet e mahniqme. Në dhjetor të vitit 2026, vetëm 2 muaj pas publikimit të zbulimit fillestar, një ekip i dytë i pavarur raportoi rezultate që mbështesin gjetjen. Duke përdorur një teknikë të ndryshme analitike dhe duke fokusuar në një pjesë tjetër të spektrit, ata gjithashtu zbuluan shenja të dimetil sulfidit. Sinjali i tyre ishte pak më i dobët, por ishte aty. Kjo është mënyra se si shkenca funksionon. Jo me një zbulim i vetëm që pranohet verbërisht, por me konfirmime të shumta nga grupe të pavarura që përdorin metoda të ndryshme. Por le të supozojmë për një moment se skeptikët kanë të drejtë. Le të supozojmë se dimetil sulfidi nuk është një shenjë e jetës, por një produkt i një procesi kimik që ne nuk e kuptojmë ende. Çfarë do të thotë kjo? A do të ishte një dështim? As pak, sepse zbulimi i një procesi të ri kimik që mund të ndodhë në kushte ekstreme do të ishte vetë një arritje e jashtëzakonshme. Do të na mësonte diçka të re për mënyrën se si universi funksionon. Do të zgjeronte kuptimin ton për kimikën e mundshme në botë të ndryshme dhe do të na ndihmonte të rafinojmë kriteret tona për atë që konsiderohet një bio-nënshkrim i besueshëm. Kjo është bukuria e shkencës. Edhe kur ne gabojmë, ne mësojmë. Edhe kur hipotezat tona rezultojnë të jenë të gabuara, procesi i testimit të tyre na çon në zbulime të reja. Shkenca nuk është një rrugë drejt së vërtetës. Është një proces zigzag, plot me devijime dhe kthesa,
por çdo devijim na mëson diçka të vlefshme. Tani le të zgjerojmë perspektivën. Ka 2-18b nuk është i vetmi planet që po studiojmë. Në këtë moment, James Webb po vëzgon 10 eksoplanetet të tjera në zonën e banueshme. Çdo planet ka karakteristikat e veta unike. Disa janë më të ngjashëm me Tokën, me atmosfera më të holla dhe temperatura më moderate. Të tjerë janë më egzotik, me kushte që ne mezi mund t'i imagjinojmë. Dhe çdo vëzhgjim na jep një pjesë të re të enigmës. Merrni për shembull TRAPPIST-1, një planet shkëmbor që rrotullohet rreth një ili gjuzhi kuq vetëm 40 vjet drite larg. Ky planet është pothuajse i njëjtë në madhësi me Tokën dhe ndodhet në zonën e banueshme. Në shkurt të vitit 2026, James Webb zbuloi dioksid karboni në atmosferën e tij, duke konfirmuar se planeti ka një atmosferë të qëndrueshme. Kjo ishte një zbulim i rëndësishëm, sepse shumë planete rreth yjeve gjuzh të kuq humbasin atmosferat e tyre për shkak të rrezatimit të fortë. Fakti që TRAPPIST-1 e ka mbajtur atmosferën e tij, do të thotë se ai mund të ketë kushte të qëndrueshme për periudha të gjata kohore, dhe ku ka qëndrueshmëri, aty mund të ketë jetë. Ose merrni LHS 1140b, një supertok 38 vjet drite larg. Ky planet ka një masë gati 7 herë më të madhe se Toka dhe ndodhet në zonën e banueshme të ilit të tij. Vëzhgjimet e fundit sugjerojnë se ai mund të ketë një oqean global të ujit të lëngshëm në një atmosferë të hollë. Nëse kjo është e vërtet, LHS 1140b do të ishte një kandidat ideal për të kërkuar shenja të jetës. Një oqean global do të thotë një mjedis i qëndrueshëm, i mbrojtur nga ndryshimet ekstreme të temperaturës, me shumë kohë për jetën të evoluuj. Dhe pastaj ka Proxima Centauri B, planeti më i afërt i njohur jashtë sistemit ton diellor, vetëm 4 vjet drite larg. Ky planet rrotullohet rreth Proxima Centauri, ylli më i afërt me diellin. Për shkak të afërsisë së tij, Proxima Centauri B është një objektiv kryesor për studimet e ardhshme. Nëse ka jetë aty, ne do të kemi shansin më të mirë për ta zbuluar ata. Dhe nëse nuk ka jetë, ne do të mësojmë pse, çfarë bën një planet të pabanueshëm edhe kur ai ndodhet në zonën e duhur. Çdo planet na tregon një histori të ndryshme. Disa kanë atmosfera të trasha, të tjera të holla. Disa janë të mbuluar me re, të tjerë kanë qej të kthjellët. Disa kanë temperatura të qëndrueshme, të tjerë përjetojnë luhati ekstreme. Por të gjithë kanë një gjë të përbashkët. Ata janë laborator natyror ku ne mund të testojmë teoritë tona për jetën, për atmosferat, për evolucionin e planetve. Çdo vëzhgim na jep të dhëna të reja. Çdo të dhënë na ndihmon të rafinojmë modelet tona dhe çdo model i përmirësuar na afron më pranë kuptimit të asaj që e bën një planet të banueshëm. Por le të kthehemi në pyetjen themelore. Çfarë do të thotë të jesh i banueshëm? Për dekada, shkencëtarët përdorën një përkufizim të thjeshtë. Një planet është i banueshëm nëse ai mund të ketë ujë të lëngshëm në sipërfaqe. Kjo është ajo që ne quajmë zona e banueshme. Rajoni rreth një ili ku temperaturat janë të përshtatshme për ujin të mbetet i lëngshëm. Por tani ne po kuptojmë se kjo përkufizim është shumë i ngushtë. Ka shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në banueshmërinë. Për shembull, një planet mund të jetë në zonën e banueshme, por nëse ai nuk ka një fushë magnetike, rrezatimi nga ili mund të shkatërrojë atmosferën e tij. Marsi është një shembull i kësaj. Dikur ai kishte një atmosferë të trashë dhe ndoshta oqeane, por pa një fushë magnetike për ta mbrojtur, era diellore gradualisht e zhveshi atmosferën e tij. Tani, Marsi është një shkretëtirë e ftohtë dhe e thatë, me një atmosferë aq të hollë sa presioni në sipërfaqe është vetëm 1% i atij në Tokë. Ose merrni Europën, një nga hënat e Jupiterit. Europa nuk është në zonën e banueshme të diellit. Ajo është shumë larg, shumë e ftohtë. Por në sipërfaqen e saj të ngrirë, shkencëtarët besojnë se ka një oqean global të ujit të lëngshëm, i mbajtur i ngrohtë nga nxehtësia e brendshme e hënës. Ky oqean mund të jetë i thellë 10 kilometra, i mbrojtur nga rrezatimi nga një shtresë e trash akuli. Dhe nëse ka ujë të lëngshëm, mund të ketë jetë.
Kjo na tregon se zona e banueshme tradicionale është vetëm një pjesë e historisë. Ka vende të tjera, në kushte të tjera, ku jeta mund të ekzistojë. K2-8 bëna sfidon të mendojmë edhe më gjerë. Ai nuk është si toka, ai nuk është si Marsi, ai nuk është si Europa. Ai është diçka e re, një lloj planeti që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë. Një botë hycean, me një oqean të thellë në një atmosferë masive hidrogjeni. Kushtet atje do të jenë krejtësisht të ndryshme nga çdo gjë që kemi në sistemin ton diellor. Por ligjet e fizikës dhe kimisë janë të njëjta. Dhe nëse jeta mund të përshtatet me kushtet në tokë, në shkretirat më të thata, në oqeanet më të thella, në burimet më të nxehta hidrotermale, atëherë ndoshta ajo mund të përshtatet edhe me kushtet në K2-17b. Dhe këtu vjen momenti i vërtet, i kulmit të kësaj historie. Në janar të vitit 2027, NASA njoftoi një mision të ri, një sondë robotike që do të lancohet në vitin 2032 me destinacion sistemin e TRAPPIST-1. Kjo sondë nuk do të ulet në asnjë planet, por do të fluturoj pranë tyre, duke mbledhur të dhëna me instrumente shumë më të sofistikuara se çdo gjë që kemi në orbit tani. Ajo do të jetë në gjendje të zbulojë molekula në përqendrime 1.000.000 herë më të ulta se ato që James Webb mund t'i shohë. Ajo do të jetë në gjendje të hartojë sipërfaqet e planeteve, të studiojë modelet e motit, të kërkojë shenja të aktivitetit gjeologjik. Por më e rëndësishmja, ajo do të ketë një instrument të quajtur spektrometer i jetës, i projektuar specifikisht për të zbuluar bionënshkrime. Ky instrument nuk do të kërkojë vetëm për molekule individuale, por për kombinime molekulash që nuk mund të shpjegohen pa jetë. Ai do të kërkojë për modele në përbërjen e atmosferës që tregojnë procese biologjike. Ai do të kërkojë për ndryshime sezonale që mund të shkaktojnë nga ciklet e jetës. Nëse ka jetë në ndonjë nga planetet e TRAPPIST-1, ky instrument do të ketë shansin më të mirë për ta zbuluar ata. Dhe nuk është vetëm NASA që po planifikon misione të tilla. Agjencia Hapësinore Evropiane po zhvillon një teleskop të quajtur Plato, që do të lancohet në vitin 2029. Plato do të kërkojë për planetet të ngjashëm me Tokën rreth yjeve të ngjashëm me Dielin, duke fokusuar në ato që kanë shanset më të mira për të qenë të banueshëm. Kina po ndërton një teleskop gjigant toksor me një pasqyrë 30 metra në diametër, që do të jetë në gjendje të studiojë atmosferat e eksoplanetëve me një detaj të papar. Dhe ka vjetra projekte të tjera në faza të ndryshme të planifikimit, secili me qëllimin për të na afruar më pranë përgjigjes së pyetjes së madhe. Por ndërsa ne planifikojmë këto misione, ndërsa ne ndërtojmë këto instrumente, le të mos harrojmë se çdo zbulim ka një kosto. Jo një kosto financiare, por një kosto filozofike. Nëse ne gjejmë jetë në një botë tjetër, kjo do të ndryshojë mënyrën se si ne mendojmë për veten tonë. Për mijëra vjet, njerëzimi ka menduar se jemi qendra e universit, se jemi të veçantë, se jemi të zgjedhur. Çdo zbulim shkencor ka sfiduar këtë besim. Koperniku na tregoi se toka nuk është qendra e universit. Darwin na tregoi se ne nuk jemi krijime të veçanta, por produkte të evolucionit. Dhe tani, nëse gjejmë jetë përtej tokës, kjo do të jetë goditja përfundimtare për antropocentrizmin ton. Por ndoshta kjo nuk është një gjë e keqe. Ndoshta të jesh i përrullur përballë universit është një virtyt, jo një dobësi. Ndoshta të pranosh se ne jemi vetëm një nga shumë forma jete në një univers të pafund na bën më të mençur, më të dhemshur, më të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë ndaj planetit ton dhe ndaj njëri tjetrit. Sepse nëse jeta është e rrallë, nëse ajo kërkon kushte të veçanta dhe kohë të gjatë për të evoluar, atëherë çdo formë jete është e çmuar dhe ne kemi një detyrë për ta mbrojtur atë. K2-18b është 120 vjet dritë larg. Nëse ka jetë atje, ajo ka evoluar në izolim të plot nga ne. Ajo nuk e di se ne ekzistojmë, ajo nuk po na kërkon, ajo thjesht po jeton, po përshtatet, po evoluon sipas ligjeve të natyrës. Dhe ne, nga distanca jone pafundme, po përpiqemi ta kuptojmë atë. Po përpiqemi të lexojmë historinë e saj në dritën që ka udhëtuar për 1 shekull dhe gjysmë në përhapësirë. Kjo është një akt i jashtëzakonshëm i kuriozitetit, i inteligjencës,
i këmbënguljes. Por le të jemi gjithashtu të sinqert për atë që nuk e dim. Ne nuk e dim nëse dimetil sulfidi në K2-18b vjen nga jeta. Ne nuk e dim nëse planeti ka një sipërfaqe të ngurtë apo një oqean të thellë. Ne nuk e dim nëse temperatura është e qëndrueshme apo nëse ajo ndryshon në mënyrë dramatike. Ne nuk e dim nëse ka stin, nëse ka mot, nëse ka cikle që mund të mbështesin jetën. Ka shumë që ne nuk e dim, por kjo është pikërisht ajo që e bën kërkimin kaq emocionues. Çdo pyetje e re na çon në zbulime të reja. Çdo zbulim i ri na jep pyetje të reja. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë kërkim, le të kujtojmë se ne jemi pjesë e një tradite të gjatë. Për shekuj, njerëzit kanë shikuar qielin dhe janë pyetur. Ata kanë ndërtuar teleskop, kanë zhvilluar teori, kanë bërë eksperimente. Ata kanë dështuar dhe kanë provuar përsëri. Ata kanë zbuluar gjëra që kanë ndryshuar botën. Dhe tani, ne jemi këtu, duke qëndruar në supet e gjigantëve, duke përdorur mjetet që ata kanë ndërtuar, duke ndjekur pyetjet që ata kanë bërë. Kjo është trashëgimia jonë. Kjo është përgjegjësia jonë. Kjo është privilegji ynë. K2-18 b mund të ketë jetë, ose mund të mos ketë. Por pavarësisht nga përgjigja, kërkimi ynë për ta kuptuar atë do të na mësoj diçka të vlefshme. Do të na mësoj për natyrën e jetës, për natyrën e universit, për natyrën e vetes son. Dhe kjo, në fundit, është qëllimi i shkencës. Jo vetëm të gjej përgjigje, por të bëj pyetjet e duhura. Jo vetëm të zbuloj fakte, por të kuptoj kuptimin e tyre. Jo vetëm të shoh, por të shoh me sy të rinj. Dhe ndërsa ne qëndrojmë në këtë moment, në vitin 2027, me teleskop që mund të shohin miliarda vjet dritë larg, me instrumente që mund të zbulojnë molekula në botë të largëta, me njohuri që shtrihet nga kuarket tek galaktikat, le të vlerësojmë se sa larg kemi ardhur. Dhe le të imagjinojmë se sa larg mund të shkojmë, sepse udhtimi sapo ka filluar. Dhe destinacioni, kur të arrijmë atje, do të jetë më i mahnitshëm se çdo gjë që mund të imagjinojmë tani. Por tani le të ndalemi, le të marrim frymë, sepse ka diçka që duhet thënë, diçka që shpesh harrohet në emocionin e zbulimeve të reja. Ne nuk e dim. Dhe kjo nuk është një dështim. Kjo është thelbi i shkencës. Ne nuk e dim nëse dimetil sulfidi në K2-18b prodhohet nga jeta. Ne kemi një sinjal, kemi konfirmime, kemi analiza të kujdesshme, por ne nuk kemi një përgjigje përfundimtare, dhe ndoshta nuk do ta kemi për dekada, ndoshta jo për një shekull. Kjo është natyra e kërkimit shkencor në distanca kozmike. Ne po studiojmë një botë që ndodhet aq larg sa çdo foton që arrin tek ne ka udhëtuar për 120 vjet. Ne po përpiqemi të kuptojmë procese që ndodhin në kushte që ne nuk mund t'i riprodhojmë në laboratorët tanë. Ne po bëjmë pyetje që kërkojnë instrumente që ende nuk ekzistojnë, dhe ka shumë më tepër që ne nuk e dim. Ne nuk e dim se si filloi jeta në tokë. Kemi teori, kemi eksperimente, kemi prova fosile, por momenti i sakt kur kimika u bë biologji, kur molekulat e pajet filluan të vetë replikoheshin, kur lindi gjëja e parë që mund të quhet e gjallë, ai moment mbetet një mister. Nëse ne nuk e kuptojmë plotësisht se si filloi jeta në planetin ton, si mund të jemi të sigurt se e njohim atë kur e shohim në një botë tjetër? Ne nuk e dim se sa e zakonshme është jeta në univers. A është ajo një fenomen i rrallë, një aksident kozmik që ndodh vetëm në kushtet e jashtëzakonshme, apo është ajo e pashmangshme, diçka që lind kudo ku ka ujë të lëngshëm dhe burime energjie? Ekuacioni i Drake, i formuluar në vitin 1961, përpiqet të llogarisë numrin e qytetërimeve inteligjente në galaktikën tonë. Por shumica e variablave në atë ekuacion janë ende të panjohura. Sa shpesh formohen planete të banueshëm? Sa shpesh lind jeta në ato planete? Sa shpesh evolon ajo në forma inteligjente? Ne nuk e dim. Ne po hamëndsojmë. Ne nuk e dim nëse jeta duhet të jetë e bazuar në karbon. Karboni është elementi më i përshtatshëm që njohim për të formuar molekula komplekse. Ai mund të krijojë zinxhir të gjatë, struktura të degëzuara, unaza, rrjete tredimensionale. Ai është themeli i çdo forme jete në tokë. Por a është ai i vetmi element që mund të bëjë këtë?
Silicioni, që ndodhet direkt nën karbonin në tabelën periodike, ka veti të ngjashme. Në temperatura shumë të larta, ai mund të formojë molekula komplekse. A mund të ketë botë ku jeta është e bazuar në silicion në vend të karbonit? Ne nuk e dim. Ne nuk kemi parë kurrë një shembull. Ne nuk e dim nëse jeta duhet të përdor ujë. Uji është tretësi më i mirë që njohim. Ai tretet më shumë substanca se çdo lëng tjetër. Ai ka veti të pazakonta që e bëjnë atë ideal për kimikën e jetës. Por a është ai i vetmi tretës i mundshëm? Në temperatura shumë të ulta, amoniak mbetet i lëngshëm. Në kushte të caktuara, metan mund të luajë një rol të ngjashëm. Hëna e Saturnit, Titani, ka liqene dhe dete të metanit të lëngshëm. A mund të ketë jetë atje, një jetë kaq e ndryshme nga e jona, sa ne mezi do ta njihnim si të tillë? Ne nuk e dim. Ne nuk kemi mjetet për ta studiuar atë ende. Ne nuk e dim se çfarë do të thotë të jesh i vetëdijshëm. Ne e dim se ne jemi të vetëdijshëm. Ne përjetojmë botën, ne mendojmë, ne ndjejmë. Por si? Si krijon truri ynë, një organ i bërë nga qeliza dhe molekula? Përvojën subjektive të qenit? Kjo është ajo që filozofët e quajnë problemi i vështirë i vetdijes. Dhe nuk është vetëm një pyetje filozofike, është një pyetje shkencore. Sepse nëse ne gjejmë jetë në një botë tjetër, nëse ajo jetë ka zhvilluar një sistem nervor, a do të jetë ajo e vetëdijshme? A do të përjetojë ajo botën si që bëjmë ne? Apo do të jetë ajo thjesht një makinë biologjike, duke reaguar ndaj stimujve pa asnjë përvojë të brendshme? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim as për kafshët në tokë, e lëre më për forma jete në botë të tjera. Ne nuk e dim nëse inteligjenca është e pashmangshme. Në tokë, jeta ka ekzistuar për 3 miliardë 800 milion vjet. Por inteligjenca e nivelit njerëzor shfaqet vetëm në 2-3 milion vitet e fundit. Për shumicën e historisë së jetës në tokë, organizmat më inteligjent ishin baktere, alga, krimba. Inteligjenca nuk është një destinacion i pashmangshëm i evolucionit. Është një nga shumë strategji të mundshme për mbijetesë, dhe në shumë mjedise, ajo nuk është as strategjia më e mirë. Bakteret kanë mbijetuar për miliarda vjet pa pasur nevojë për tru. Pse do të ishte ndryshe në botë të tjera? Nëse ka jetë në K2 të mbëjet B, ajo mund të jetë e thjeshtë, mikroskopike, pa asnjë shenjë të asaj që ne do të quanim inteligjencë. Dhe kjo do të ishte ende një zbulim i jashtëzakonshëm. Ne nuk e dim sa kohë do të na duhet për të gjetur përgjigje. James Webb është instrumenti më i fuqishëm që kemi, por ai ka kufizimet e veta. Ai mund të zbulojë molekula në atmosfera, por nuk mund të shohë sipërfaqet e planetëve. Ai mund të studiojë dritën që kalon nëpër atmosfera, por nuk mund të marrë imaze direkte. Teleskopët e ardhshëm do të jenë më të mirë, por edhe ata do të kenë kufizime. Ndoshta do të na duhen gjenerata të reja teknologjish. Ndoshta do të na duhen teleskop në hapësirë të thellë, larg ndërhyrjes së tokës. Ndoshta do të na duhen sonda që mund të udhtojnë tek këto botë të largëta. Por me teknologjinë tonë aktuale, një udhëtim tek K2-B do të zgjaste vjetra mijëra vjet. Ne nuk do të jemi këtu për të parë rezultatet. Ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë nëse gjejmë jetë. A do të ndryshojë kjo shoqërinë tonë? A do të bashkojë ajo njerëzimin duke na kujtuar se ne të gjithë jemi banorë të së njëjtës planete të vogël? Apo do të shkaktojë ajo ndarje të reja, debate të reja, konflikte të reja? Historia na tregon se zbulimet e mëdha shpesh kanë pasoja të paparashikuara. Kur Kolumbi zbuloi Amerikën, ai nuk imagjinoi se kjo do të çonte në shkatërimin e qytetërimeve të tëra. Kur shkencëtarët zbuluan energjinë bërthamore, ata nuk imagjinuan se kjo do të çonte në armë që mund të shkatërrojnë qytete të tëra. Çdo zbulim mbart përgjegjësi dhe ne duhet të jemi të përgatitur për to. Por ka gjëra që ne i dim dhe këto gjëra janë po aq të rëndësishme sa ato që nuk i dim. Ne e dim se universi është i madh, jo vetëm i madh, i pafundëm, në mënyrë që sfidojnë imagjinatën. Galaktika jon përmban 200 miliardë yje dhe ka 2 trilion galaktika të tjera në universit e vëzhgueshëm. Çdo yll është një diel i mundshëm. Çdo diel mund të ketë planete. Numrat janë kaq të mëdhenj sa mendja njerëzore mezi mund t'i përfiturojë. Dhe në këtë pafundësi, ideja se ne jemi të vetmit, se jeta ka ndodhur vetëm një herë me një planet të vogël rreth një ylli mesatar në një galaktikë të zakonshme, kjo ide duket jo vetëm e pamundur,
por pothuajse arrogante. Ne e dim se ligjet e fizikës janë të njëjta kudo. Graviteti funksionon në të njëjtën mënyrë në K217b siç funksionon në Tokë. Atomet kanë të njëjtat veti. Drita udhëton me të njëjtën shpejtësi. Kjo uniformitet na jep shpresë, sepse nëse ligjet janë të njëjta, atëherë proceset që cuan në jetën në Tokë mund të ndodhin edhe në vende të tjera. Kimika që krijoi molekulat e para organike në oqeanet tona mund të ndodhë në oqeanet e botëve të tjera. Evolucioni që transformoi ato molekula në qeliza dhe ato qeliza në organizmat kompleks mund të ndjekë rrugë të ngjashme në mjedise të ngjashme. Ne e dim se jeta në Tokë është e qëndrueshme. Ajo ka mbijetuar për miliarda vjet përmes katastrofave globale, përmes ndryshimeve klimatike ekstreme, përmes 5 zhdukjeve masive. Ajo ka gjetur mënyra për të jetuar në shkretirat më të thata, në oqeanet më të thella, në burimet më të nxehta hidrotermale, në akullin e Antarktikës. Ajo është e përshtatur, e qëndrueshme, e palodhur. Nëse jeta mund të mbijetojë në kushte kaq të ndryshme në Tokë, atëherë ajo mund të mbijetojë në kushte të ndryshme në botë të tjera. Ne e dim se kërkimi ynë për jetë përdej Tokës nuk është vetëm shkencë, është filozofi, është art, është shprehje e kuriozitetit më të thellë njerëzor. Për mijëra vjet ne kemi shikuar yjet dhe kemi pyetur: a jemi vetëm? Kjo pyetje ka frymëzuar poezi, ka nxitur filozofi, ka formsuar fe. Dhe tani, për herë të parë në histori, ne kemi mjetet për të kërkuar një përgjigje të vërtet. Jo një përgjigje e bazuar në besim apo në spekulim, por një përgjigje e bazuar në prova, në vëzhgjime, në shkencë. Dhe ne e dim se pavarësisht nga përgjigja, kërkimi ynë do të na ndryshojë. Nëse gjejmë jetë, do të jemi të detyruar të rishikojmë vendin tonë në univers. Nëse nuk e gjejmë, do të jemi të detyruar të vlerësojmë se sa e rrallë dhe e çmuar është jeta në Tokë. Në të dyja rastet do të dalim të ndryshuar nga ky kërkim. K2-18b është një fillim. Ai është një nga mijëra botë që do të studiojmë në dekadat e ardhshme. Çdo botë do të na tregojë një histori të re. Çdo histori do të na mësojë diçka të re. Dhe ngadalë, hap pas hapi, vëzhgim pas vëzhgimi, ne do të ndërtojmë një kuptim të asaj që e bën një planet të banueshëm, të asaj që e bën jetën të mundshme, të asaj që e bën universit të gjallë. Por le të jemi të qartë për një gjë. Ky kërkim nuk ka të bëjë vetëm me gjetjen e jetës në vende të tjera. Ai ka të bëjë me kuptimin e jetës këtu. Çdo gjë që mësojmë për atmosferat e eksoplanetëve na ndihmon të kuptojmë më mirë atmosferën tonë. Çdo gjë që mësojmë për klimën e botëve të tjera na ndihmon të kuptojmë më mirë klimën tonë. Çdo gjë që mësojmë për kushtet që lejojnë jetën na ndihmon të vlerësojmë më mirë kushtet që lejojnë atë në Tokë. Sepse Toka është e veçantë. Jo sepse është e vetmja botë me jetë, ne nuk e dim ende nëse është, por sepse është bota jonë. Është vendi ku ne kemi evoluar, ku ne kemi ndërtuar qytetërime, ku ne kemi krijuar art dhe shkencë dhe kulturë. Është vendi ku çdo person që keni njohur ndonjëherë ka jetuar dhe ka vdekur. Është vendi ku çdo histori njerëzore ka ndodhur dhe është i vetmi vend në univers që ne e dim me siguri se mund të mbështesë jetën. Kjo na jep një përgjegjësi për të mbrojtur këtë planet, për të ruajtur ekosistemet e tij, për të siguruar se gjeneratat e ardhshme do të kenë një shtëpi të banueshme. Sepse nëse jeta është e rrallë në univers, nëse ajo kërkon kushte të veçanta dhe kohë të gjatë për të evoluar, atëherë çdo formë jete është e çmuar. Dhe ne kemi një detyrë për ta mbrojtur atë. Por kjo përgjegjësi shtrihet përtej Tokës. Nëse ne gjejmë jetë në K2-17b, apo në Trappist 1e, apo në ndonjë botë tjetër, ne do të kemi një përgjegjësi edhe ndaj asaj jete. Një përgjegjësi për ta studiuar atë me respekt, për të mos e ndotur atë me kontaminim nga Toka, për të mos e shkatërruar atë me pakujdesi. Kjo është ajo që shkencëtarët e quajnë mbrojtja planetare, dhe është një parim që duhet të udhëheqë çdo mision të ardhshëm në botë të tjera. Imagjinoni një moment në të ardhmen, ndoshta 50 vjet nga tani, ndoshta një shekull. Një sondë robotike zbret në sipërfaqen e një planeti të largët. Ajo merr një mos të ruji nga një oqean i huaj. Ajo e analizon atë me instrumente të sofistikuara dhe ajo gjen diçka që lëviz.
diçka që rritet, diçka që është gjallë. Në atë moment, çdo gjë ndryshon. Ne nuk jemi më vetëm. Ne jemi pjesë e një komuniteti kozmik. Dhe pyetja nuk është më a ka jetë atje jashtë, por si mund të jetojmë në një univers ku jeta është kudo. Ose imagjinoni një moment tjetër. Ne kemi studiuar mijëra planete, ne kemi analizuar mijëra atmosfera, ne kemi kërkuar në çdo vend ku mendojmë se jeta mund të ekzistojë. Dhe ne nuk kemi gjetur asgjë. Asnjë shenjë të jetës, asnjë bionënshkrim, asnjë provë se ne nuk jemi vetëm. Në atë moment, çdo gjë ndryshon gjithashtu, sepse ne do të kuptojmë se jeta në tokë nuk është vetëm e rrallë, ajo është e jashtëzakonshme. Ajo është një mrekulli kozmike, një aksident i pafat që ndodhi vetëm një herë në një univers të pafund. Dhe kjo do të na jepte një përgjegjësi edhe më të madhe për ta mbrojtur atë. Por ne nuk jemi në asnjë nga ato momente ende. Ne jemi në mes. Ne jemi në procesin e kërkimit. Ne kemi zbuluar dimetil sulfid në atmosferën e një planeti të largët. Ne kemi konfirmime, ne kemi analiza, ne kemi plane për vëzhgjime të mëtejshme, por ne nuk kemi një përgjigje përfundimtare. Dhe kjo është në rregull, sepse shkenca nuk është për përgjigje të shpejta. Ajo është për pyetje të mira. Ajo është për kërkim të kujdesshëm. Ajo është për durim dhe këmbëngulje. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë kërkim, le të kujtojmë se ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe. Ne jemi pjesë e një lloji që ka evoluar nga organizmat më të thjeshtë në forma të afta për të kuptuar universin. Ne jemi pjesë e një tradite që shtrihet nga filozofët e lashtë tek shkencëtarët modern. Ne jemi pjesë e një udhëtimi që ka filluar me pyetje të thjeshta dhe na ka çuar në zbulime që kanë ndryshuar botën. Ka 2-18b është 120 vjet dritë e largë. Drita që po shohim tani u nis nga ai planet në vitin 1906. Në atë kohë, njerëzit në tokë sapo po fillonin të kuptonin se yjet janë diell të largët, se galaktikat janë ishuj yjesh, se universi është shumë më i madh se çdo gjë që kishin imagjinuar. Ata nuk e dinin se ekzistonin planete përtej sistemit ton diellor. Ata nuk e dinin se një ditë pasardhësit e tyre do të ndërtonin teleskop që mund të studiojnë atmosferat e atyre planeteve. Ata nuk e dinin se një ditë ne do të qëndronim këtu duke analizuar dritën nga një botë e largët, duke kërkuar shenja të jetës. Dhe ne nuk e dim se çfarë do të dinë pasardhësit tanë. Ndoshta ata do të kenë konfirmuar jetën në K217b. Ndoshta ata do të kenë zbuluar qindra botë të tjera me jetë. Ndoshta ata do të kenë ndërtuar teleskop që mund të shohin sipërfaqet e planeteve të largët, që mund të hartojnë oqeanet e tyre, që mund të zbulojnë qytete nëse ato ekzistojnë. Ose ndoshta ata do të kenë përfunduar se ne jemi vërtet vetëm, se jeta është një fenomen kaq i rrallë sa ka ndodhur vetëm një herë në historinë e universit. Por pavarësisht nga përgjigja, ata do të shikojnë mbrapa tek ne me mirënjohje, sepse ne jemi gjenerata që filloi këtë kërkim seriozisht. Ne jemi gjenerata që ndërtoi James Webb, që zbuloi mijëra eksoplanete, që bëri pyetjet e duhura. Ne jemi gjenerata që transformoi kërkimin për jetë jashtëtoksore nga shkenq fantazi në shkenq të vërtet. Dhe kjo është trashëgjimia jonë. Jo përgjigjet që gjejmë, por pyetjet që bëjmë. Jo destinacioni, por udhëtimi. Jo fundi i kërkimit, por fillimi i tij. Sepse në fund, çdo përgjigje që gjejmë do të na çojë në pyetje të reja. Nëse gjejmë jetë në K217b, do të pyesim, si evoloi ajo? A është ajo e ngjashme me jetën në tokë? A ka ajo zhvilluar inteligjencë? Nëse nuk e gjejmë, do të pyesim, pse jo? Çfarë e bën tokën kaq të veçantë? Çfarë kushtesh duhet të plotësohen për jetën të lindë? Dhe këto pyetje do të na çojnë në zbulime të reja, në teknologji të reja, në kuptim të ri. Sepse kjo është natyra e shkencës. Ajo nuk përfundon kurrë. Ajo vetëm thellohet, zgjerohet, evolon. Çdo përgjigje është një fillim i ri. Çdo zbulim është një derë e re që hapet. Pra le të qëndrojmë këtu, në këtë moment, në vitin 2027, me teleskop që mund të shohin në thelësitë e universit, me instrumente që mund të zbulojnë molekula në botë të largëta, me njohuri që shtrihet nga kuarket tek galaktikat.
Le të vlerësojmë se sa larg kemi ardhur. Dhe le të shikojmë përpara, drejt asaj që vjen, sepse historia e K217B nuk ka përfunduar. Ajo sapo ka filluar. Dhe ne, të gjithë ne që jemi këtu tani, që po dëgjojmë këto fjalë, që po mendojmë për këto pyetje, ne jemi pjesë e asaj historie. Ne jemi dëshmitarët e një momenti që mund të jetë një nga më të rëndësishmit në historinë e njerëzimit. Një moment kur ne, për herë të parë, kemi prova serioze se mund të mos jemi vetëm. Një moment kur universi, për herë të parë, po na flet mbrapsht. Një moment kur ne, krijesat e vogla në një planet të vogël, po mësojmë se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Dhe kjo, në fundit, është mesazhi i K217B. Jo se ne kemi gjetur jetë, por se ne po kërkojmë, se ne po pyesim, se ne nuk jemi të kënaqur me ignorancën, por po kërkojmë kuptim, se ne jemi një lloj që shikon yjet dhe nuk sheh vetëm dritë, por mundësi, që shikon në thellësitë e hapësirës dhe nuk sheh vetëm errësirë, por mister që pret të zbulohet. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë kërkim, ndërsa ne ndërtojmë teleskop të rinj dhe planifikojmë misione të reja, ndërsa ne analizojmë të dhëna dhe testojmë hipoteza, le të mbajmë në mend se çdo hap që bëjmë është një hap drejt kuptimit. Jo vetëm kuptimit të universit, por kuptimit të vetes son. Sepse në fund, kërkimi për jetë përtej tokës është gjithashtu një kërkim për të kuptuar se çfarë do të thotë të jesh i gjallë, të jesh i vetëdijshëm, të jesh njerëzor. K2-18B është 120 vjet dritë e larg. Por në një kuptim, ai është më afër se kurrë, sepse çdo herë që ne studiojmë atë, çdo herë që ne analizojmë dritën e tij, çdo herë që ne bëjmë një zbulim të ri, ne e sjellim atë pak më afër. Jo fizikisht, por intelektualisht. Jo në hapësirë, por në kuptim. Dhe një ditë, ndoshta jo sot, ndoshta jo nesër, por një ditë ne do të dimë. Ne do të kemi përgjigjen. Dhe në atë moment, pavarësisht se cila është ajo përgjigje, ne do të shikojmë mbrapa, në këtë moment, në këtë kërkim, në këtë udhtim, dhe do të kuptojmë se çdo hap ishte i vlefshëm. Sepse në fund, nuk është destinacioni që na përcakton, është udhtimi. Dhe udhtimi drejt kuptimit të universit, drejt zbulimit të jetës përtej tokës, drejt përgjigjes së pyetjes më të vjetër të njerëzimit, ky udhtim është ajo që na bën njerëzor. Ky udhtim është ajo që na bën të gjallë. Por tani le të ndalemi, le të marrim frymë, sepse ka diçka që duhet thënë, diçka që shpesh harrohet në emocionin e zbulimeve të reja. Ne nuk e dim. Dhe kjo nuk është një dështim. Kjo është thelbi i shkencës. Ne nuk e dim nëse dimetil sulfidi në K2-18B prodhohet në jeta. Ne kemi një sinjal, kemi konfirmime, kemi analiza të kujdesshme, por ne nuk kemi një përgjigje përfundimtare. Dhe ndoshta nuk do ta kemi për dekada, ndoshta jo për një shekull. Kjo është natyra e kërkimit shkencor në distanca kozmike. Ne po studiojmë një botë që ndodhet aq larg sa çdo foton që arrin tek ne ka udhëtuar për 120 vjet. Ne po përpiqemi të kuptojmë procese që ndodhin në kushte që ne nuk mund t'i riprodhojmë në laboratorët tanë. Ne po bëjmë pyetje që kërkojnë instrumente që ende nuk ekzistojnë, dhe ka shumë më tepër që ne nuk e dim. Ne nuk e dim se si filloi jeta në tokë. Kemi teori, kemi eksperimente, kemi prova fosile, por momenti i sakt kur kimika u bë biologji, kur molekulat e pajet filluan të vetë replikoheshin, kur lindi gjëja e parë që mund të quhet e gjallë, ai moment mbetet një mister. Nëse ne nuk e kuptojmë plotësisht se si filloi jeta në planetin ton, si mund të jemi të sigurt se e njohim atë kur e shohim në një botë tjetër? Ne nuk e dim se sa e zakonshme është jeta në univers. A është ajo një fenomen i rrallë, një aksident kozmik që ndodh vetëm në kushte të jashtëzakonshme, apo është ajo e pashmangshme, diçka që lind kudo ku ka ujë të lëngshëm dhe burime energjie? Ekuacioni i Drake, i formuluar në vitin 1961, përpiqet të llogarisë numrin e qytetërimeve inteligjente në galaktikën tonë.
por shumica e variablave në atë ekuacion janë ende të panjohura. Sa shpesh formohen planete të banueshëm, sa shpesh lind jeta në ato planete, sa shpesh evolon ajo në forma inteligjente, ne nuk e dim. Ne po hamendsojmë. Ne nuk e dim nëse jeta duhet të jetë e bazuar në karbon. Karboni është elementi më i përshtatshëm që njohim për të formuar molekula komplekse. Ai mund të krijojë zinxhir të gjatë, struktura të degëzuara, unaza, rrjete tridimensionale. Ai është themeli i çdo forme jete në tokë. Por a është ai i vetmi element që mund të bëjë këtë? Silicioni, që ndodhet direkt nën karbonin në tabelën periodike, ka veti të ngjashme. Në temperatura shumë të larta, ai mund të formojë molekula komplekse. A mund të ketë botë ku jeta është e bazuar në silicion në vend të karbonit? Ne nuk e dim. Ne nuk kemi parë kurrë një shembull. Ne nuk e dim nëse jeta duhet të përdor ujë. Uji është tretësi më i mirë që njohim. Ai tretet më shumë substanca se çdo lëng tjetër. Ai ka veti të pazakonta që e bëjnë atë ideal për kimikën e jetës. Por a është ai i vetmi tretës i mundshëm? Në temperatura shumë të ulta, amoniak mbetet i lëngshëm. Në kushte të caktuara, metan mund të luajë një rol të ngjashëm. Hëna e Saturnit, Titani, ka liqene dhe dete të metanit të lëngshëm. A mund të ketë jetë atje? Një jetë kaq e ndryshme nga e jona sa ne mezi do ta njihnim si të tillë? Ne nuk e dim. Ne nuk kemi mjetet për ta studiuar atë ende. Ne nuk e dim se çfarë do të thotë të jesh i vetëdijshëm. Ne e dim se ne jemi të vetëdijshëm. Ne përjetojmë botën, ne mendojmë, ne ndjejmë. Por si? Si krijon truri ynë, një organ i bërë nga qeliza dhe molekula, përvojën subjektive të qenit? Kjo është ajo që filozofët e quajnë problemi i vështirë i vetëdijes. Dhe nuk është vetëm një pyetje filozofike, është një pyetje shkencore. Sepse nëse ne gjejmë jetë në një botë tjetër, nëse ajo jetë ka zhvilluar një sistem nervor, a do të jetë ajo e vetëdijshme? A do të përjetojë ajo botën si që bëjmë ne? Apo do të jetë ajo thjesht një makinë biologjike, duke reaguar ndaj stimujve pa asnjë përvojë të brendshme? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim as për kafshët në tokë, e lëre më për forma jete në botë të tjera. Ne nuk e dim nëse inteligjenca është e pashmangshme. Në tokë, jeta ka ekzistuar për 3 miliardë e 800 milion vjet, por inteligjenca e nivelit njerëzor shfaqet vetëm në 2-3 milion vitet e fundit. Për shumicën e historisë së jetës në tokë, organizmat më inteligjent ishin baktere, alga, krimba. Inteligjenca nuk është një destinacion i pashmangshëm i evolucionit, është një nga shumë strategji të mundshme për mbjetesë. Dhe në shumë mjedise, ajo nuk është as strategjia më e mirë. Bakteret kanë mbjetuar për miliarda vjet pa pasur nevojë për tru. Pse do të ishte ndryshe në botë të tjera? Nëse ka jetë në K2-17b, ajo mund të jetë thjesht, mikroskopike, pa asnjë shenjë të asaj që ne do të quanim inteligjencë. Dhe kjo do të ishte ende një zbulim i jashtëzakonshëm. Ne nuk e dim sa kohë do të na duhet për të gjetur përgjigje. James Webb është instrumenti më i fuqishëm që kemi, por ai ka kufizimet e veta. Ai mund të zbulojë molekula në atmosfera, por nuk mund të shohë sipërfaqet e planetëve. Ai mund të studiojë dritën që kalon nëpër atmosfera, por nuk mund të marrë imaze direkte. Teleskopët e ardhshëm do të jenë më të mirë, por edhe ata do të kenë kufizime. Ndoshta do të na duhen gjenerata të reja teknologjish. Ndoshta do të na duhen teleskop në hapësirë të thellë, larg ndërhyrjes së tokës. Ndoshta do të na duhen sonda që mund të udhtojnë tek këto botë të largëta. Por me teknologjinë tonë aktuale, një udhëtim tek K2-17 B do të zgjaste vjetra mijëra vjet. Ne nuk do të jemi këtu për të parë rezultatet, por ka gjëra që ne i dim, dhe këto gjëra janë po aq të rëndësishme sa ato që nuk i dim. Ne e dim se universi është i madh, jo vetëm i madh, i pafundëm në mënyrë që sfidojnë imagjinatën. Galaktika jon përmban 200 miliard yje dhe ka 2 trilion galaktika të tjera në universit e vëzhgueshëm. Çdo yll është një diel i mundshëm. Çdo diel mund të ketë planete. Numrat janë kaq të mëdhenj sa mendja njerëzore mezi mund t'i përfytyrojë. Dhe në këtë pafundësi, ideja se ne jemi të vetmit, se jeta ka ndodhur vetëm një herë
në një planet të vogël rreth një yli mesatar në një galaktik të zakonshme, kjo ide duket jo vetëm e pamundur, por pothuajse arrogante. Ne e dim se ligjet e fizikës janë të njëjta kudo. Graviteti funksionon në të njëjtën mënyrë në K2-17, b siç funksionon në tokë. Atomet kanë të njëjtat veti. Drita udhëton me të njëjtën shpejtësi. Kjo uniformitet na jep shpresë. Sepse nëse ligjet janë të njëjta, atëherë proceset që cuan në jetën në tokë mund të ndodhin edhe në vende të tjera. Kimika që krijoi molekulat e para organike në oqeanet tona mund të ndodhë në oqeanet e botëve të tjera. Evolucioni që transformoi ato molekula në qeliza dhe ato qeliza në organizmat kompleks mund të ndjek rrugë të ngjashme në mjedise të ngjashme. Ne e dim se jeta në tokë është e qëndrueshme. Ajo ka mbijetuar për miliarda vjet përmes katastrofave globale, përmes ndryshimeve klimatike ekstreme, përmes 5 zhdukjeve masive. Ajo ka gjetur mënyra për të jetuar në shkretëtirat më të thata, në oqeanet më të thella, në burimet më të nxehta hidrotermale, në akullin e Antarktikës. Ajo është e përshtatur, e qëndrueshme, e palodhur. Nëse jeta mund të mbijetojë në kushte kaq të ndryshme në tokë, atëherë ajo mund të mbijetojë në kushte të ndryshme në botë të tjera. Dhe ne e dim diçka tjetër, diçka që shpesh harrohet në debatet shkencore. Ne jemi vetë një mrekulli. Çdo qelizë në trupin tuaj përmban 3 miliard shkronja të kodit gjenetik. Çdo sekond, triliona reaksione kimike ndodhin brenda jush, duke ju mbajtur të gjallë, duke ju lejuar të mendoni, të ndjeni, të përjetoni. Ju jete një makinë biologjike. Kaq komplekse sa shkencëtarët ende po përpiqen ta kuptojnë plotësisht. Dhe kjo makinë u ndërtua nga evolucioni, hap pas hapi, gjatë miliarda vjetësh, duke filluar nga molekulat më të thjeshta në oqeanet e hershme. Nëse kjo mund të ndodhë një herë, pse jo 2 herë? Pse jo 1 milion herë? Dhe këtu vjen paradoksi i bukur i kërkimit ton. Sa më shumë që ne mësojmë për kompleksitetin e jetës, aq më e vështirë duket që ajo të lindë. Por sa më shumë që ne mësojmë për madhësinë e universit, aq më e mundshme duket që ajo të ketë lindur diku tjetër. Këto dy të vërteta ekzistojnë në tension, duke na tërhequr në drejtime të kundërta. Dhe në mes të këtij tensioni qëndron misteri i K217b. Por le të kthehemi për një moment në atë që kemi zbuluar. Dimetil sulfid në një botë 120 vjet drite larg, një molekule vogël e përbërë nga vetëm 2 atome karboni, 6 atome hidrogjeni dhe 1 atom sufuri. Në tokë, kjo molekul prodhohet nga fitoplankton, organizmat mikroskopik që lundrojnë në sipërfaqen e oqeaneve, duke kthyer dritën e diellit në energji kimike, duke lëshuar oksigjen që ne thithim, duke formuar bazën e zinxhirit ushqimor që mban jetën në planet. Imagjinoni për një moment se kjo po ndodh në K217b. Imagjinoni një oqean në një qiell të mbuluar me ere të trasha hidrogjeni. Drita e një yli qushikuq depërton në përret, duke i dhënë ujit një ngjyrë të kuqërremt. Valët lëvizin ngadalë në gravitin e fortë, 2 herë më të fortë se në tokë. Dhe në këtë ujë, diçka po jeton. Diçka po rritet. Diçka po përpunon skfufurin nga uji, duke lëshuar dimetil sulfid në atmosferë, duke krijuar një cikël që ka vazhduar për sa kohë që planeti ka ekzistuar. Ose ndoshta jo. Ndoshta dimetil sulfidi vjen nga një proces që ne nuk e kuptojmë ende. Ndoshta ka një reakcion kimik që ndodh në kushtet ekstreme të K2-18b që mund ta prodhojë këtë molekul pa asnjë organizëm të gjallë. Ndoshta ne po shohim thjesht atë që duam të shohim, duke interpretuar të dhënat nëpër filtrin e shpresave tona. Kjo është arsyeja pse shkenca kërkon durim. Kjo është arsyeja pse një zbulim i vetëm nuk është kurrë mjaft. Ne duhet të testojmë, të konfirmojmë, të përjashtojmë alternativa. Ne duhet të jemi skeptik ndaj pretendimeve tona edhe kur ato janë emocionuese. Sepse e vërteta nuk varet nga dëshirat tona. Ajo ekziston pavarësisht nga ajo që ne shpresojmë të gjejmë.
Por ndërsa ne presim për prova të mëtejshme, le të mendojmë për atë që ky zbulim tashmë na ka mësuar. Ai na ka mësuar se ne mund të studiojmë atmosferat e botëve të largëta me një saktësi të jashtëzakonshme. Ai na ka mësuar se ekzistojnë planete në zona të banueshme që janë krejtësisht të ndryshme nga toka, por që ende mund të kenë kushte për jetën. Ai na ka mësuar se universi është plot me surpriza, me mundësi që ne nuk i kishim konsideruar, me mrekulli që ne sapo po fillojmë t'i zbulojmë. Dhe ai na ka mësuar diçka më të thellë, se pyetjet janë po aq të vlefshme sa përgjigjet. Ndoshta edhe më të vlefshme, sepse një përgjigje mbyll një kapitull, por një pyetje hap një libër të tërë. Dhe pyetja që ka 2-18 b na ka dhënë, a ka jetë atje, është një pyetje që do të na mbajë të zënë për dekada, ndoshta për shekuj. Por le të zgjerojmë perspektivën edhe më shumë. Le të shkojmë përtej K2-17 b, përtej Trappist 1, përtej të gjitha planetëve që kemi zbuluar deri tani. Le të mendojmë për galaktikën tonë si një tërësi. 200 miliard yje, secili me mundësinë e planetëve, secili me mundësinë e jetës. Nëse vetëm 1 në 1 milion yje ka një planet me jetë, kjo do të thotë se ka 200.000 botë të banuara vetëm në rrugën e qumështit. 200.000 oqeane ku diçka po noton, 200.000 qej ku diçka po fluturon, 200.000 botë ku evolucioni po ndodh, ku jeta po gjen mënyra për të mbijetuar, për të urritur, për të u shumëzuar. Dhe përtej galaktikës son, ka 2 trilion galaktika të tjera në universit e vëzhgueshëm, secila me miliarda yje, secila me mundësinë e jetës. Numrat bëhen kaq të mëdhenj sa ata humbasin kuptimin, por ata na tregojnë diçka të rëndësishme. Nëse jeta është e mundshme, nëse ajo mund të lindë kur kushtet janë të përshtatshme, atëherë universi duhet të jetë plot me të. Jo vetëm plot, mbushur plot, duke gëllojnë me jetë në çdo formë të imagjinueshme dhe të paimagjinueshme. Por këtu vjen paradoksi i fermi. Nëse universi është kaq i madh, nëse jeta duhet të jetë kaq e zakonshme, atëherë ku janë të gjithë? Pse nuk kemi dëgjuar asnjë sinjal nga qytetërimet të tjera? Pse nuk kemi parë asnjë provë të teknologjisë së avancuar? Pse qielli është kaq i heshtur? Ka shumë përgjigje të mundshme. Ndoshta jeta është e zakonshme, por inteligjenca është e rrallë. Ndoshta qytetërimet shkatërrojnë veten para se të arrijnë nivelin teknologjik për të komunikuar në përhyje. Ndoshta distancat janë thjesht shumë të mëdha dhe sinjalet shumë të dobta. Ndoshta ne jemi të parët, dikush duhet të jetë i pari në një univers të ri. Ose ndoshta ne jemi vërtet vetëm një aksident kozmik kaq i rrallë sa ka ndodhur vetëm një herë në historinë e universit. Ne nuk e dim, dhe kjo mosnjohje duhet të na bëjë të përudhur. Por le të kthehemi në tokë për një moment, sepse ndërsa ne kërkojmë jetë në yje, ne shpesh harrojmë mrekullinë që kemi këtu. Ky planet i vogël, duke u rrotulluar rreth një yli mesatar në një galaktik të zakonshme, është shtëpia e formave më të jashtëzakonshme të jetës. Ka baktere që jetojnë në shkëmbin kilometra nën sipërfaqen e tokës. Ka krimba që lulëzojnë në burimet hidrotermale në thelësitë e oqeanit, ku temperatura është mbi 100 gradë Celsius dhe presioni është 10 herë më i madh se në sipërfaqe. Ka insekte që mund të mbijetojnë duke u ngrirë plotësisht dhe pastaj duke u ringjallur. Ka bimë që mund të jetojnë për mijëra vjet. Ka kafshë që mund të lundrojnë mijëra kilometra nëpër oqeane pa asnjë hartë. Dhe pastaj ka ne, një lloj që ka evoluar nga primat të thjesht në krijesa që mund të ndërtojnë teleskop, që mund të shkruajnë poezi, që mund të bëjnë pyetje për natyrën e ekzistencës. Ne jemi pjesë e kësaj jete të jashtëzakonshme në tokë. Ne jemi një nga miliona lloje që kanë evoluar këtu, dhe megjithatë, ne jemi të vetmit që shikojnë yjet dhe pyesin: a ka dikush tjetër atje jashtë? Kjo aftësi për të pyetur, kjo kuriozitet, kjo nevojë për të kuptuar. Kjo është ajo që na bën njerëzor. Jo inteligjenca jon, jo teknologjia jon, por dëshira jon për të ditur. Dhe kjo dëshirë na ka çuar këtu, në këtë moment, ku ne po studiojmë një planet 120 vjet drite larg, duke kërkuar shenja të jetës. Por çfarë do të thotë kjo për ne?
Çfarë do të thotë të gjesh jetë në një botë tjetër? A do të ndryshoj kjo mënyrën se si ne jetojmë? A do të ndryshoj kjo mënyrën se si ne trajtojmë njëri tjetrin? A do të na bëj kjo më të dhemshur, më të mençur, më të vetëdijshëm për vendin tonë në univers? Ndoshta. Ose ndoshta jo. Historia na tregon se zbulime të mëdha shpesh nuk ndryshojnë shoqërinë menjëherë. Kur Koperniku zbuloi se toka rrotullohet rreth diellit, shumica e njerëzve vazhduan jetën e tyre si më parë. Kur Darwin zbuloi evolucionin, bota nuk u transformua natën. Ndryshimi vjen ngadalë, gjenerat pas gjenerat, ndërsa ideja e re përthithet në kulturë, në arsim, në mënyrën se si ne mendojmë për veten tonë. Por ndryshimi vjen. Dhe nëse ne gjejmë jetë në K217b ose në ndonjë botë tjetër, ai ndryshim do të jetë i thellë. Sepse për herë të parë në histori, ne do të dimë me siguri se ne nuk jemi vetëm. Do të dimë se jeta nuk është një aksident që ndodhi vetëm në tokë, por një fenomen kozmik që ndodh kudo ku kushtet janë të përshtatshme. Dhe kjo njohuri do të ndryshojë mënyrën se si ne shikojmë veten tonë, planetin tonë, vendin tonë në univers. Por edhe nëse nuk gjejmë jetë, edhe nëse kërkimi ynë përfundon me heshtje, ne do të kemi mësuar diçka të vlefshme. Do të kemi mësuar se jeta është e rrallë, se ajo kërkon kushte të veçanta, se ajo është një mrekulli që duhet mbrojtur. Dhe kjo njohuri gjithashtu do të na ndryshojë, do të na bëjë më të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë ndaj këtij planeti, ndaj këtyre oqeaneve, ndaj këtyre pyjeve, ndaj këtyre llojeve që ndajnë tokën me ne. Sepse nëse ne jemi vërtet vetëm, nëse jeta ka ndodhur vetëm një herë në një univers të pafund, atëherë çdo formë jete në tokë është e çmuar përtej çdo mase. Çdo pemë, çdo insekt, çdo baktere është një mrekulli kozmik. Dhe ne kemi një detyrë për ta mbrojtur atë. Dhe këtu vjen momenti kur ne duhet të kthehemi në fillim. Kujtoni se si filloi kjo histori, me një teleskop që po analizon dritën nga një planet i largët, me një molekul që në tokë provohet vetëm nga jeta, me një pyetje që ka nxitur imagjinatën njerëzore për mijëra vjet. A jemi vetëm? Tani, në fund të këtij udhëtimi, ne qëndrojmë në të njëjtin vend. Ne ende nuk e dim përgjigjen, por ne jemi më afër se kurrë. Ne kemi mjetet, ne kemi njohuritë, ne kemi kurajo për të bërë pyetjen dhe durimin për të pritur përgjigjen. K2-18b është atje, duke u rrotulluar rreth ilit të tij 120 vjet dritë larg. Nëse ka jetë atje, ajo nuk e di se ne ekzistojmë. Ajo nuk po na kërkon. Ajo thjesht po jeton, po përshtatet, po evoluon sipas ligjeve të natyrës. Dhe ne, nga distanca jone pafundme, po përpiqemi ta kuptojmë atë. Po përpiqemi të lexojmë historinë e saj në dritën që ka udhëtuar për 1 shekull e gjysmë në përhapësirë. Kjo është një akt i jashtëzakonshëm i kuriozitetit, një akt i inteligjencës, një akt i shpresës, sepse në fund kërkimi ynë për jetë përtej tokës nuk ka të bëjë vetëm me gjetjen e diçkaje atje jashtë. Ai ka të bëjë me kuptimin e diçkaje këtu brenda. Ai ka të bëjë me kuptimin e asaj që do të thotë ti jesh i gjallë, ti jesh i vetëdijshëm, ti jesh pjesë e këtij universi të mahnitshëm. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë kërkim, ndërsa ne ndërtojmë teleskop të rinj dhe planifikojmë misione të reja, ndërsa ne analizojmë të dhëna dhe testojmë hipoteza, le të mbajmë në mend se çdo hap që bëjmë është një hap drejt kuptimit. Jo vetëm kuptimit të universit, por kuptimit të vetes sonë, sepse në fund ne jemi universi që po përpiqet të kuptojë veten. Ne jemi atome që dikur u formuan në zemër të yjeve, që tani janë organizuar në forma kaq komplekse sa ato mund të mendojnë, të ndjejnë, të pyesin. Ne jemi mënyra e universit për të shikuar veten, për të studiuar veten, për të kuptuar veten. Dhe kjo është mrekullia më e madhe e të gjitha. Jo se mund të ketë jetë në K217b, por se ka jetë këtu, se ka vetëdije këtu, se ka kuriozitet këtu, se ka qenie që mund të shikojnë një pikë drite në qiell dhe të pyesin, çfarë është ajo? Si funksionon ajo? A ka dikush atje? K2-18b është 120 vjet dritë larg, por në një kuptim, ai është më afër se kurrë, sepse çdo herë që ne studiojmë atë, çdo herë që ne analizojmë dritën e tij, çdo herë që ne bëjmë një zbulim të ri,
ne e sjellim atë pak më afër. Jo fizikisht, por intelektualisht. Jo në hapësirë, por në kuptim. Dhe një ditë, ndoshta jo sot, ndoshta jo nesër, por një ditë ne do të dim. Ne do të kemi përgjigjen. Dhe në atë moment, pavarësisht se cila është ajo përgjigje, ne do të shikojmë mbrapa, në këtë moment, në këtë kërkim, në këtë udhëtim, dhe do të kuptojmë se çdo hap ishte i vlefshëm. Sepse në fund, nuk është destinacioni që na përcakton, është udhëtimi. Dhe udhëtimi drejt kuptimit të universit, drejt zbulimit të jetës përtej tokës, drejt përgjigjes së pyetjes më të vjetër të njerëzimit. Ky udhëtim është ajo që na bën njerëzor. Ky udhëtim është ajo që na bën të gjallë. Dhe ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, ndërsa ju mendoni për K217B dhe për mundësinë e jetës atje, kujtoni se ju jeni pjesë e këtij udhëtimi. Ju jete një nga miliarda njerëz në këtë planet që po jetojnë në një moment historik. Një moment kur ne, për herë të parë, kemi mjetet për të kërkuar seriozisht jetë përtej tokës. Një moment kur shkenca ka arritur një nivel ku ne mund të studiojmë atmosferat e botëve të largëta, të zbulojmë molekula që mund të jenë shenja të jetës, të bëjmë pyetje që dikur ishin vetëm filozofi. Ju jete dëshmitari këtij momenti, dhe kjo është një privilegj i jashtëzakonshëm. Sepse pavarësisht se çfarë do të zbulojmë në K217B, pavarësisht se çfarë do të gjejmë në vitet dhe dekadat e ardhshme, ne do të dimë se ne jetuam në kohën kur njerëzimi filloi seriozisht të kërkojë përgjigjen e pyetjes më të madhe. A jemi vetëm? Dhe kjo pyetje, kjo kërkim, ky udhëtim, kjo është ajo që na bën më shumë se thjesht qenie biologjike. Kjo është ajo që na bën eksplorues. Kjo është ajo që na bën ndërrimtar. Kjo është ajo që na bën njerëzor. Qielli është plot me yje, dhe rreth secilit yll mund të ketë planete, dhe në disa nga ato planete mund të ketë, dhe diku në një botë të largët mund të ketë dikush që po shikon qiellin e tyre, duke parë yllin ton, duke u pyetur të njëjtën pyetje që ne po bëjmë tani. A jemi vetëm? Ndoshta një ditë ne do ta dimë përgjigjen, por deri atëherë ne do të vazhdojmë të kërkojmë, do të vazhdojmë të pyesim, do të vazhdojmë të shpresojmë, sepse kjo është ajo që na bën njerëzor.